Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini. Skenkrimi ndalemi në çështjen e parë për të folur për seancën që do zhvillohet më datë 28 maj në gjykatën e lartë për ndryshimin që kanë kërkuar palambrojtëse Erion Veliajt për masën e sigurisë, pra për një masë më të lehtë. Dhe sigurisht është, le të themi, është folur dhe në media nga ana e avokatit të Veliajt për Brussels Morning, një media e huaj e Brukselit, ku nëse do të vendoset që të mos ndryshohet masa e sigurisë, Veliaj do ta çojë çështjen në Strasburg. Çfarë pritet të ndodh më 28 maj, dhe do të vinë në ndihmë vendimi unifikues i gjykatës së lartë Veliajt apo jo? Në pjesën e dytë flasim për deklarimet që ka dhënë një ditë më parë babai i të zhdukurit Ervis Martinaj, Mustafa Martinaj, i cili ka thënë se në SPAK ka dhënë koordinata të sakta dhe emrat e personave të cilët kanë vrarë të birin e tij. Por duket sikur është një situatë paradoksale, teksa kërkohet që SPAK të hetojë këtë ngjarje, po heton prokuroria e Kurbinit dhe SPAK po merret pikërisht me pasuritë e Ervis Martinajt. Në çështjen e tretë, flasim për konstatimet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, për atë që u fol në media, për zhytjen me disa centimetra të godinave të reja që po ndërtohen në portin e ri të Durrësit, i quajtur Durrës Marina. Çfarë po ndodh aty, çfarë është konstatuar dhe a ka nisur hetime apo jo? Do të ndalemi për të folur për një analizë nga një qendër studimore për Evropën lindore, ku është konstatuar një lloj vështirësie për sa i përket rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, i cili e cilëson pamundur Shqipërinë, hyrjen e Shqipërisë në BE deri në vitin 2030 për shkak të korrupsionit dhe sundimit të ligjit. Në fokus del çështja Balloku. Do analizojmë me kujdes. Në pjesën e fundit flasim për atë debatin e famshëm që kemi parë tashmë në media, një seancë e regjistruar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë me tone të larta. Çfarë debati është ky dhe pse u desh të përdori një gjuhë e tillë mes antarëve apo dhe drejtuesve të institucioni? Mirë, të ndalemi tek pjesa e parë, çështja Veliaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka paralajmëruar se mund ta çojë çështjen e paraburgimit të tij në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit, nëse një seancë e pritshme gjyqësore nuk vendos lirimin e tij nga masa arrestit. Kështu është shprehur avokati i tij, Plarent Ndreca, për Brussels Morning. Veliaj mbahet në paraburgim që prej shkurtit të vitit kaluar, ndërsa ndaj tij vijojnë hetimet nga prokurorët shqiptar. Procesi gjyqësor ende nuk ka nisur dhe ai mohon të gjitha akuzat. Sipas avokatit të tij, thot kjo media, masa e paraburgimit po pengon përgatitje normale të mbrojtjes dhe kontaktet me ekipin ligjor ndërkombëtar në Londër dhe New York. Mbrojtja pretendon gjithashtu se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha dosjet dhe provat digjitale të çështjes. Në një seancë të zhvilluar në Tiranë më 8 maj, Veliaj kundërshtoi ligjshmërinë e emërimit të prokurorit kryesor të çështjes. Seanca u zhvillua mes një interesi të madh mediatik dhe në prani të mbështetësve të tij. Para gjykatës, Veliaj argumentoi se prokurori nuk i plotson kushtet ligjore për të drejtuar hetimin dhe e cilësoi paraburgimin e zgjatur si të papranueshëm për një vend demokratik. Ai theksoi gjithashtu se vazhdon të ketë mandatin e kryetarit të bashkisë dhe dëshirën për të ushtruar detyrën për cilën është votuar, thot Brussels Morning. Pak ditë para seancës, ai u kishte dërguar një letër ambasadave dhe organizmave ndërkombëtar, përfshirë Council of Europe dhe Organization for Security and Cooperation in Europe, duke kërkuar monitorim të procesit për të garantuar transparencën. Në sallën e gjyqit ishte i pranishëm dhe aktori i njohur shqiptar Robert Ndrenikaj, i cili shprehu publikisht mbështetjen për Veliajin. Ai deklaroi se i njihte prej vitesh dhe vlerësoi punën e tij si kryebashkiak, duke përmendur investimet në infrastrukturë, teatr dhe hapësira publike në Tiranë. Avokati Plarent Ndreca i tha se rasti ngre pikpyetje serioze për funksionimin e shtetit ligjor në Shqipëri dhe për mënyrën se si po zbatojnë reformat në drejtësi. Sipas tij, standardet evropiane e konsiderojnë paraburgimin një masë ekstreme që duhet përdorur vetëm kur nuk ekziston alternativë tjetër. Ai theksoi se ndaj Veliajt rëndojnë akuza për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash, akuza që sipas mbrojtjes hidhen poshtë kategorikisht nga kryebashkiaku. Debati për përdorimin e paraburgimit në Shqipëri është rikthyer fuqishëm në vëmendje, shton Brussels Morning. Të dhënat tregojnë se rreth 58% të burgosurve në vend mbahen në paraburgim, një nivel shumë më i lartë se mesatarja evropiane. Sipas mbrojtjes, qëndrimi i Veliajt për më shumë se 400 ditë në paraburgim konsiderohet i pazakont për një çështje që nuk lidhet me terrorizëm apo krim të organizuar. Në qendër të debatit është prokuroria e posaçme SPAK, institucioni i ngritur për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, ndërsa ndërkombëtarët e kanë vlerësuar rolin e SPAK në procesin e reformës në drejtësi dhe integrimit evropian. Mbrojtja e Veliajt pretendon se në këtë rast
ka tejkalim kompetencash dhe mbështetje në kallëzime anonime. Ndërkohë Shqipëria vijon të shihet si një nga vendet më pranë anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me objektivin për të bërë pjesë e Unionit deri në vitin 2030. Megjithatë, reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit mbeten ndër sfidat kryesore për vendin. Seanca e ardhshme për shqyrtimin e proporcionalitetit të paraburgimit të Veliajt pritet të mbahet më 28 maj. Teknikisht, ai vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës, ndërsa drejtimi i përditshëm i institucionit po kryhet nga nënkretarët, thot Brussels Morning. Mirë pra dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ka shkruar media Brussels Morning për sa i përket çështjes Veliajt, ku ka marrë dhe citime nga avokati i mbrojtës Clarence Ndrecaj, të cilët sigurisht ngrenë kritika mbi mënyrën se si po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj Veliajt, po ashtu dhe afatet e të zgjatura të paraburgimit. Kështu pra cilëson kjo media mirë për diskutuar se çfarë do të ndodhë në seancën gjyqësore në gjykatën e lartë në datën 28 maj për kërkesën që ka bërë Veliaj për zëvendësim masën e sigurisë. Unë kam të ftuar sonte në skenë krimi Basir Çollakun, kolega gazetar, shumë faleminderit Çollaku. Faleminderit për ftesën. Si ish prokuror në avokatin Ervin Karanja, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Meqense çështja e drejtësisë nisim së bashku, çfarë pritet të ndodhë më 28 maj, çfarë do diskutohet në gjykatën e lartë? Siç jemi në dieni, kemi një ndryshim të praktikës gjyqësore në lidhje me caktimin e masës vetë sigurimit të arrestit në burg, por të gjithë qytetarët shqiptar. Por, është për gjithë. Pra kemi një ndryshim praktike. Gjykata e lartë ka bërë një vendim unifikues, ose më saktë ka saktuar të vjetër, dhe thot në mënyrë të qartë, kur caktohet një masë sigurimi, duhet të shikohet rrezikshmëria e veprës, por në mënyrë të veçantë, në mënyrë të ndarë. Duhet shihet dhe rrezikshmëria e autorit, rrethanat familjare, duhet shifet, rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese. Pra kemi një praktikë të re. Ndërkohë, nga ana tjetër, dhe analiza pse është vendosur arresti në burg dhe s'vendosen masa tjetër, duhet bëhet një analizë. Pse është kundra për shembull detyrim paraqitje, pse nuk vendoset garancia pasurore. Arresti i shtëpisë. Ndalimi dalje jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe mendoj që ka një hapësirë, domethënë ligjore, tashmë, që ka vend për të diskutuar zëvendësimin e masës sigurimit. E dyta, kemi edhe një shkak tjetër kushtetues, jemi në dieni që gjykata kushtetuese ka lënë në detyrë Erion Velin si kryebashkiak të qytetit të Tiranës. Dhe kjo është diçka rrethana lehtësuese. Pra e lehtëson në procesin në këtë përballje. E lehtëson sepse tash kjo thotë ky duhet të jetë në detyrë, domethënë duhet të vazhdoj detyrën. Pra kemi dy vendime, një gjykatës lartë, një gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër do verifikohen dhe rrethanat e paraqitura nga ana e mbrojtjes. Pse duhet kërkohet zëvendësimi i masës së sigurimit? Por thash, praktika ka ndryshuar, jo vetëm për Erion Velin, por për gjithë qytetarët shqiptar. Urojmë që ky vendim unifikues i gjykatës lartë zbatohet dhe për qytetarët e thjesht, të cilët po dërgjen burgjeve, ke shumë djem trinj, të cilët janë mosh vitale në vend të shkojnë në shtëpi, të krijojnë familje, si thosh, të punojnë për shtëpitë e tyre, krah pune po them. Tien krah pune. Të shtojnë edhe popullsim, pse jo? Prandaj ne kjo praktikë urojmë të nisi nga poshtë, pra nga qytetarët dhe lart. Pra të mos jetë praktikë selektive. Kemi faktikisht mbrapsht ka nisur, sepse po nis çështje që kanë shkuar në gjykatë lartë mbas vendimit unifikues që u përcoll nga kreu kësaj gjykate, Sokolsa Dushi, paktën duket sikur ka nisur me figura të lartë. Kam përshtypjen, nuk e di, zonja Karçanaj, ish drejtoresha e Akshit, përfitoi nga ky vendim unifikues që u ndrua nga arrest shtëpi në detyrim paraqitje. Mendoj që ky vendim unifikues që ka verifikuar kushtet dhe kriteret personale, pra domethënë nuk është parë vetëm vepra, sepse ne jemi në dieni që zonja Karçanaj ka pasur veprën, është personin e tim për krijimin e grupit strukturuar kriminal dhe kryen e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal. Pra kemi një pozitë të rëndë për sa i përket veprave penale për cilën është dyshuar. Pra të kemi parasysh dhe parimi prezumimit të pavarësisë. Fakti që është rrit akuza do të thotë se është e fashme. Është gjykata ajo që do e vendos. Por me praktikën e sotshme kjo akuzë është një akuzë e rëndë lidhur me caktimin e masës dhe po ndryshon praktika. Urojmë të jemi për gjithë qytetarët, pra të mos jetë vetëm për ata që janë të fortë, për ata që janë pushtet, por për gjithë që gjithë qytetarët janë barabartë para ligjit.
ti çmoj gjykata rast pas rasti, ti çmoj gjithë rrethanat dhe të procedohet. Do ishte vendimi unifikues do zbatohet drejt në rast se numri i paraburgosave qytetançi nga dalja e vendimit të zbatohet në mënyrë të menjëhershme, që tulet paktën të përgjysmojë numri i të paraburgosave, të përgjysmohet vinte shkonë 60%. Po pra duke përgjysmuar numrin e të paraburgosave, ne do kishim rezultat pozitiv për sa i përket raportit final, që kemi numrin e të burgosave më lart se numrin e të paraburgosave. Do ishte një fitore. Edhe Shqipëria nuk do merrte dënime në Strasburg, sepse dënime në Strasburg gjithmonë janë marrë nga aplikimi i gabuar i paraburgimit. Po të jetë pa mas fare sigurimi, do ishte më mirë. Për shembull, marrim vendet e zhvilluara perëndimore, janë raste të cilët njihen nga publiku shqiptar, se mund të ketë raste me dhjetra. Kemi rastet Charles Megonigo. U hetuan gjenetli, në fund fare 4 vjet burg, ditën që mori vendimi form prerë i marrëveshjes, shkoi në qeli dhe përfiton, domethënë si mas rregulla, ekzekutimi i vendimit penal, siç janë rregullat, janë ato uljet, lehtësitë, por ai tashmë quhet i dënuar, shkoi në burg me dëshirën e vet, në kuptimin vullnetarisht mos ta kuptimin sakt, u mori vendimin form prerë, mbas të marrëveshjes shkoi për burg. Duhet të jetë normale në një sistem demokratik kapitalist. Merr vendimin form prerë, pra masë sigurimit po shifet si vetë rasti i zotit Veli dhe raste të tjera, mendoj edhe rasti i zotit Meta, do ishte mirë që dhe të qytetarët, pra që të procedohet me mas tjetër. Por, të rasti i zotit Meta, duhet të ndalojmë pak në 2 minuta. Po, patjetër. Moralisht, zoti Meta, domethënë, është ky që është marrë vetë me reformën drejtësi. Pra, ky është marrë me ligjet e reformës drejtësi dhe ka pasur një ndryshim midis ligjeve të miratuara nga parlamenti në zbatim të marrëveshjes kushtetuese të korrikut të vitit 2016, u vendos që të bëhej vetim, u vendos që të ndërhyjen kushtetut dhe ligjet që kanë dalë për reformën drejtësi janë ligje krejt ndryshe nga ato për cilët Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kishin dakordsuar. Në një farë mënyrë, zoti Meta është fajtor për ligjet e gabuara që ka bë vetë dhe moralisht e bëri vetë dhe ngeci vetë. Pra e bëri vetë këtë punë edhe ngeci në leqet që bëri vetë. Por neve, nga ana ligjore, themi që duhet të hetohet në gjëra të lira, se janë kushtet dhe kriteret, por praktikisht këto lloj gjëje, këto lloj dëmi të madh në sistemin gjyqësor që është bërë si pasojë e zbatimit të gabuar të reformës drejtësi, është vetë zoti Meta, i cili po e vuan, i cili ka qenë kryetar i kuvendit. Ka pas ligjet në dorë, ti shifshin mirë, masa e sigurimit si bëhen, rastet e autorizimit që jepen nga parlamenti, se gjatë kësaj periudhe, që edhe te rasti i zotit Berisha kemi pasur një përplasje kushtetuese, kemi diskutuar dhe më parë që për çfarë masa sigurimi merret autorizim kuvend, është faj këtyre ligjeve dopta që janë bërë me qëllim apo qëllim nga grupi puçistëve, kemi thënë edhe herë tjetër, që arritëm këtë punë. Pra Meta në një farë mënyrë ka firmos vetë arrestin. Është duke vuajtur të paktën dhe nga informacionet që kam unë, njerëzit pranë tij në atë kohë i kanë thënë Metës që kujdes mos e dorëzo të gjithë të proces tek Partia Socialiste dhe konkretisht tek Fatmir Xhafa, gabim cilin ndoshta ai e bëri dhe po e vuan sot. Këtë e ke informacion. Faleminderit Karanja. Nëse në datën 28 maj Veliaj nuk merr lirimin Çollaku, do të shkojnë në Strasburg. Tani çfarë pret 28 majti, çfarë mund të ndodhë, domethënë kemi ndonjë skenar? Ajo që shohun, do ta shoh pak më ndryshe nga zoti Karanja, pra nuk e shoh me fjalën e thënë një revolucion me tendenca të riprodhimit të species, të shtimit natyror të popullsisë, pra nuk besoj se drejtësia është deficitare në këtë tendencë dhe çunat që do kontribuonin janë mungesa e madhe e shkombëtarizimit tonë. Përtej kësaj, ajo që pritet me se unë mendoj se nuk do të dalë nga qelia. Nuk do dalë. Ka shumë gjëra që ndodhen aty. Shoh një teatër të madh në këtë histori. Edhe nga këta turistët e gjykatave, kemi një avokat që është vetë i pandehur në një çështje tjetër, në det dhe bën mbrojtjen këtu. Pra ka disa elemente, le të themi, përtej kësaj pyetja që ushtrohet është. Velia është një proces gjyqësor, shqyrtimi gjyqësor, për një pjesë akuzave. Prokuroria e posaçme, struktura e posaçme nuk na ka thonë ne aktualisht. A është hetuar Velia për PSD-n? A është hetuar për Eko Tiranën? A është hetuar për Ndragetën? A është hetuar për Teatrin Kombëtar? A është hetuar për Eko Tiranën? A është hetuar për tendrat elektorale? A është hetuar për mbjelljen e miliona pemëve të quajtura? A është hetuar për banesat sociale, të cilat nga në banesa për mbledhur para?
Pra ka një numër të madh çështje të cilat janë pjesë e fashikujve të shumtë hetimor në strukturën e posaçme, për cilët në një pjesë të tyre prokuroria ka thënë ka ndarë fraksione, vazhdon hetimi. Po, por Veliaj po e kërkon vetëm në raport me çështjen që ka spak. Unë Karanja di më mirë nga rastet e nga arkivi nuk shoh që gjatë shkurtimit gjyqësor, se tani nuk jemi në fazë hetimore dhe hetimi ka ndodhur që në shtator vitin e kaluar. Pikërisht pra, po është në gjyq, ai pret një vendim. Fajësie, pafajësie, pushimi, pezullimi, gjykata i ka ato, le të themi, targetet e vendimmarrjes sipas lëndës së dërguar nga prokuroria dhe kjo dalje, ndërkohë që mund të jetë të tjera akuza që e presin Veliajin dhe struktura e posaçme dhe gjykata kanë lëndë jo të pakët aty, por unë shoh që Veliaji akoma nuk është pohetuar. Di që për teatrin do ketë zhvillime të shpejta hetimore. Zhvillime? Po, sigurisht. Ka dhe një vendim kushtetues aty që ka urdhëruar me kohë për të bërë veprime, por nuk janë bë. Di këtë që jo vetëm unë, por për dosjen e ndërtimeve të Ndragetës. Njëri nga të pandehurit është dënuar në Itali me 7 vjet burg, ndërkohë këtu në Shqipëri vazhdon të marrë tendera publik, ai Niku i partisë. Atje është dënuar me vendim gjykate të formës prerë. Këtu vazhdon me marrë tendera. E kemi edhe të dosje atje ku në përgjimet antimafjes që janë në dosjen e prokurorisë, theksose ne kemi këtë Nikun e partisë, njeriu i afërt me kryetarin e bashkisë dhe sipas këtyre njerëzve pranë kryetarit, siç thuhet në përgjime, janë bërë publike jo pak prej tyre. Ata kishin siguruar lejet e ndërtimit, po pikërisht edhe këtu na thuhet edhe për një drejtor policie, po të përkojmë kohën e përgjime me drejtorin e policisë që i kishte lënë të punonin rehat, sepse ai hante shumë mishin e derrit. Të pakot e mishit derrit ishin pakot e parave shpërblime. Pra, dihet se kush është drejtori i policisë, di se kush pagunte, kush i merrte, ndërkohë që prokuroria akoma nuk ka shkuar nga stacioni i trenit tek maksimumi drejtoria e përgjithshme e policisë në atë kohë, apo brenda unazës vogël në këtë kohë, ku gjendet personi në detyrë akoma të rëndësishme. Pjesë e këtij hetimi. Tani, të gjithë këto ngjarje, të gjithë këto çështje, Veliaj mund shkojë në Strasburg. Ka të drejtë ai tita në kohë të kërkojë një masë ndryshme procedurale, është çështje procedurale. Ndërsa prokuroria përfaqëson shtetin, jo pushtetin. Pra përfaqëson më tepër se një mazhorancë. Ligjërisht. Vini ka qenë prokuror. Këta prokurorë ku shkojnë aty na përfaqësojnë të gjithëve ne. Përfaqësojnë akuzën. Interesin e shtetit. Pretendimin e qytetarëve, pretendimin publik për të cënim të kësaj pasurie, të kësaj paraje, të këtyre shkeljeve ligjore, për të cilët prokurorët janë rojtarët fillestarë, por shkuar pastaj tek vendimmarrja e gjykatave. A kemi këtu një raport final të hetimeve të Erion Veliajs me drejtësi, i vllai është rikthyer, kemi parë në dyert e spakut përsëri vllai e Erion Veliajt. Pra një hetim pasuror që ka nisur për Veliajin, është edhe për të vllain, është edhe për bashkëshorten. Dhe këtu janë shumë veprime hetimore të cilët ende po kryen, pavarësisht se jemi në një shqyrtim gjyqësor për Veliajin. Jemi për të tërën apo për një pjesë? Ky po kërkon shfaqsim për një pjesë apo për të gjithë? Atëherë, në këto kushte ku jemi, çollaku ne duhet të kuptojmë që Veliaj po kërkon që të lirohet nga paraburgimi dhe ajo tjetra, sepse tjetra e gjykatës kushtetuese që ju theksuat se vendosi që ta lërë në detyrë. Pra, gjykata kushtetuese shfuqizoi procedurën e shkarkimit të Veliajit. Po, të Këshillit Bashkiak. Le themi, pra kjo është histori. Mungesë e prezencës. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë as fajësi apo pa fajësi për Veliajin. Po që nuk e bën dot. Pra, në këtë rast, mekanizmi i largimit nga detyra, nëse Rama dhe Veliaj për shkaqe të kusureve politike dhe sekreteve të përbashkëta penale i kanë lënë nga një rrugë të hapur njëri tjetrit për të dalë nga sikëlldia dhe sikleti kur të jenë në kafaz. Kjo është një histori të cilën gjykata shoh vetëm anaformën ligjore se si është bërë dhe si duhet bërë dhe si nuk është bërë. Ndërsa raporti me veprën, me çka ke vjedhur e zotëri, se ky qytet është masakruar, është shkatruar. Këto masakër, ndërtimesh, pastrimesh para kjo lavatriçe e mafjas në kryeqytetin shqiptar ka marrë leje për të filluar punë nga dikush. Ka marrë leje për të filluar punë nga Erion Veliaj dhe nga Edi Rama. Këtë e di edhe Bufi. Dhe në prokuroria nuk është mbushur me bufa që të mos ta dinë. Këto përgjigje presin shqiptarët në dhënien e drejtësisë nga këta institucione që janë çuar atje për këtë punë dhe jo për histori eros ligjore. Ndaj them që këtu një pjesë, unë them që këtu as 5% ne nuk kemi marrë vesh nga drejtësia e trumbetuar, e triumfuar për hetimet rreth Kryebashkiakut
Teorikisht në detyrë. Kemi parë që bëhet në Bashkinë e Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës është Edi Rama. Ai ka qenë në burg atë se do të firmosi letrat e ndërtimit vet, nuk do edhe një ndërmjetës. Do dhe atë përqinë nacionale të bashkia ta marrë vet, siç po e merr të gjitha. Edhe siç do t'i lërë të gjitha, se atje ke godinë e trendit, siç ka filluar të thras vet, atje do jetë edhe dorëzimi i taksave ligjore, edhe drejtësisë, jo financiare. Dhe këtu kemi çështje që në gjykimin tim është e pjesme, kanë filluar të dalin disa prej tyre të akuzuar. Çfarë kanë bërë ata? Kush është paraja rikthyer nga këto të akuzuar? Çfarë parash u kemi marrë në këto? Se ta kanë vjedhur, ta kanë marrë lekët publik, kanë bërë hotel për vete. S'kan paguar taksat edhe gjatë vjetës. A u kthyen ai tef legu si thot populli atje ke buxheti ka arka? Kish problem. Jo, ky është, le të themi, e konkluzioni final që duam ne më. Ora le të rrijë Hamburga ose le të gjezdisi si zigzag e pazaret, se nuk më intereson, le të themi, kjo historia e kafazit, por paraja e vjedhur. Kjo, zotër, ku është kjo? Kjo është prapë në dorë të tyre. Kjo është një çështje që i mbetet spaku për të sekuestruar dhe konfiskuar në raste të tilla. Ore, tash spaku se kur lexoj shifrat aty them unë jam në Luksemburg. Kur dal për jashtë them jam në Burg. Okej. Çollaku, faleminderit. Nëse çështja e Veliajt shkon në Strasburg në një moment, a mundet që Strasburgu të na marrë për precedent atë se çfarë ndodhi me Thoma Gëllçin? Është një precedent i gatshëm në këtë histori për mbajtje në burg në mënyrë po themi jo korrekte, jo të lishme. Gjykata e Strasburgut me ndryshimet e fundit, domethënë bëhet një ankim në Strasburg, ka një formular që aplikohet dhe ka dy baza ligjore, domethënë që procedon. Është e para neni 5 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, lidhe me caktimin e masave të sigurimit, me zgjatjen e paraburgimit, kur zgjatën te afatit të arsyeshëm është shkelja e nenit 5, e dyta ka dhe praktikat e mparshme që precedentit si themi. Pra, mendoj që rasti Gëllçit do jetë si precedent. Kemi dhe raste tjera, kemi rastin Hysa, kemi rastin Muça, sepse Shqipëria është bërë, si thush, si dele e zezë Strasburg, me arrestimet e pa justifikuara dhe të pa dokumentuara. Neve themi gjithmonë që mund të tonë. Ajo që është e rëndësishme ndjes vini rasti metallit, pavarësisht se është në target tjetër të rivlerësimit. Edhe rasti metallit jo në proporcion me provat e paraqitur. Rasti metallit, po marrë rastin një rrëzim i dukshëm. Domethënë është një rrëzim i dukshëm, rasti metallit nxjerr nivelin e ulët të vettingut në territorin e Republikës Shqipërisë. Cilësinë e vendimmarrjes. Sepse, Andi, gjykata e Strasburgut i thot Shqipërisë, kredia merret në bankë. Pra i thot kredia merret në bankë, por nuk e dishin këto ignorantët tonët që kredia merret në bankë me këta dietarët. Pra të shkarkosh një gjyqtar se merr kredi, vallai, vetëm këta mendimtar. Dhe kjo tregon që vettingu ka qenë politik, vettingu ka qenë me porosi dhe me emra të caktuar. Dhe rasti i metallës që gjykata e Strasburgut i thot shtetit dhe i thot këtyne vettingazhve të nderuar, i thot që kredia merret në bankë dhe nuk ka shkelje pse ke marrë kredi. Tash, Andi, po këto nesër. Po base duhet të rikthehet dhe herë vendimi se në cilën bankë ta marrë. Kjo është problem serioz. Tani sepse në bankë mosh kredi është shkelje. Të korruptohesh është shkelje, po ç'a të bëj robi, ku ti mori paret? Pa këto me fajde është vepër. Këto janë të shkojnë të marrin si ato zona këtu afër nesh që japin dhe lek me fajde. Mos konsiderohet edhe rroga shkelje. Këto janë sofizma, janë rregulla të vendosura si me heq këtë person nga puna dhe tash Strasburgu thot kredia merret në bankë. Patatja mbillet në tokë. Pse më nuk e dimë se ku merret ku mbillet patatja? Por këto janë ignorantë. Kjo rasti i metallës është përsnis çështje penale spaku. Rasti i metallës duhet nis çështje penale. Si bëhet rakia? Tashi, po vjen ose këtu, tani edhe të rastet. Është zgjat paraburgimi shife, se janë 3 raste. Është Hysa kundër Shqipërisë, është grua që është zgjatur, është rasti Gëllçi kundër Shqipërisë, është rasti Muça kundër Shqipërisë. Janë 3 breshëri njëra mas tjetrës. Po që mund të vinë në ndim Veliajt në një moment. Në rast se. Qoftë Veliajt, qoftë dhe shqiptarëve. Ora jemi keqare. Janë njerëzit burgjeve, u mushë burgjet. Jemi kapërcime. Por çfarë është bë reforma drejtësi? Dhe shikojmë që reforma drejtësi nuk është bë për qytetarët, por është bërë për me fut njerëzit burg, për me shpopulluar Shqipërinë, që ti mushin njerëzit burg.
Çfarë thonë tujt? Jeni gabim thonë atore. Po fusnin burg njëri tjetrin. Thonë ndërkombëtarët, neve themi jemi mirë, ne se duhet të rrim burg. Po kush je ti kur donos Ne kemi njerëz statistik, jo drejtësi. Ne kemi statistik dhe shikojmë që të huajt po na thonë që jemi gabim dhe ne mendoj ande jemi në drejtimin e gabuar. Por e theksoj edhe një herë duhet pa nga qytetarët e thjeshtë. Ke shumë qytetarë çuna tri burgjeve po dregjen. Në lulën e Rinis shkojnë rrin burg të fushkrues në burg të Peqinit ose në Kosovë të Klushjes. Ç'janë këto? Duhet marrë masat të zbrazen me njerë, qoftë me amnisti ekstreme, jo nga këto që amnisti bishta që i gjojnë të pushteteve. Pare, vje keq duhet të ndërhyret ande. Ka diçka që kjo është keq në themele, është gatuar shëmtuar gjë në themele, përveç se kjo ishte një prodhim i Sorosit, i Mirfield, edhe zbulimet e fundit të medias amerikane të Julie Galloway ka sill dokumenta të reja të financimit ai $9 milion që ju kaluar Saidit, ju kaluar Sorosit për t'i dorëzuar reformë drejtësinë si instrumente Tiranës për ndëshkuar këtë kishte kokra e qefit. Këtu ne po bënim gjoja një reformë si një formë të re. Dhe që bëmë? Morëm 90% të njerëzve të drejtësisë së vjetër, drejtësie para viteve 90% të njerëzve u vunë në sistemin drejtues. Imi duke bërë një gjë të re me mall të vjetër, ku e duke shkuar? Me prokurorë dhe gjyqtarë të kohës së diktaturës. Këta njerëz mund të bëjnë jetën e tyre private çfarë të donin, por tani kur ti ke një pafunësi djemsh dhe vajza, të shkolluar brenda dhe jashtë Shqipërisë, ekselent. E dim edhe me përvojë ka një pjesë kanë përvojë të mirë, ëh? E dim të gjithë besoj. Ai që ka marruar në Oxford, në Georgetown, në Harvard, nuk mund të shkojë te magjistraturë, nuk mund të hyjë as prokuror as gjyqtar. Duhet të kalojë shkollën magjike të magjistraturës. Se është nivel më i lartë se Harvardi, Oxfordi, Georgetowni dhe të tjerë universitete botërore. Ne kemi stilin tonë se si jeton në gjyqtarë. Kjo shive se është një port politike e filtrimit. Duhet kalosh te porta e partisë, që të hysh në sistem. Ne kemi stilin tonë të tretuarit dhe të gjyqtarit. Kjo është prandaj duhet kalosh. Dhe këto sigurimsat që akoma kanë merakun e drejtësisë, që kanë qenë titullar për lerje, por ata për mëkatet e tyre. Është një lloj si një të Gestapos ta vesh në sistem drejtues në Gjermani sot. Ndodh bën vaki, ka pasur raste mësues 90 vjeç, kanë shkuar në burg. Njerëz nga janë zburuar në Gjermani, pjesë të trupave. Ne i marrim këta të Gestapove tona dhe i çojmë njerëz të rinj të drejtësisë dhe i çojmë që na integrojnë ta për Bruxelles. Këta të çojnë në burg, Çlesh Bruxelli ka këta. Këtu që tha Basiri, ku janë parat ando? Këtu ku kanë shku parat e reformës në drejtësi? Paraja. 400 milion euro, ku janë parat? As i godin e re, as i investim, zero. Dhe këto të zhi me rogat të larta. Dhe që 1.000 euro në ditë më zgëboj, këto të huj o më në pëqyra që ishin. Vështirësim punë duke u lamë det. Pra kjo ishte vështirësia për Shqipëri. Ajo ishte vështirësia numër 2 të shkosh me dashnore. Para ishte të shkosh në det lash, ajo me dashnore. Dhe vështirësia numër 3 edhe 1.000 euro dhe havjarja aty dhe vere barë aty. Pinot Grigjo për qeve. Si duket janë investime Karanxha, të cilat janë bërë kryesisht në burime njerëzore. Si s'ka qenë ajo, Varda, Rakia, poshtë italiane. Okej, ka një batudhi që the aty që e kujtove Didi Xhabrau tha si bëhet Rakia. Si bëhet Rakia, kështu erdhën dhe këta. Thoj jo tha. Okej, mirë. Kam një çështje shumë të rëndësishme për diskutuar, bëhet fjalë. Se dhe meta dhe debat ai që ju thatë, ajo e mes Medës dhe Dvoranit. Po është një histori që e shkelte me 7 palkëm Dvorani, ka është individi që ka qenuar 7 vjet me vendim gjykatës kushtetuese në detyrë jashtë kushtetues. Nuk e shifte askush. Dhe kjo pra është që ne presim ta shtrydhim sot të diskutojmë. 100 milion lek nuk ja pan aty në rimvlerësim. Si nuk justifikon 100 milion lek. Ka njerëz që kanë ikur për 500 euro. Këti nuk i shifnin 100 euro. Pse mori kredi në bank? Kupton ti? Pse mu patat jam to? E ne presim tani që këta të bëjnë hatan e drejtësisë. Okej. Kemi një tjetër çështje, duke qenë se jemi sërish ke drejtësia, do flasim për sërish shkuarje në SPAK të babait të personit të zhdukur, Vis Martinaj, Mustafa Martinaj, i cili shkon në seanca që po zhvillohen për çështjen e sekuestrimit të pasurive të birit të tij, por ndërkohë ai ka deklaruar te kolegët gazetar që ende nuk ka, le të themi, veprime konkrete hetimore nga ana SPAK për zhdukjen e Vis Martinaj, teksa i pretendon që ka çuar dhe ndodhjen koordinatat e sakta dhe emrat e personave të cilët
dyshon se kanë vrarë të birin e tij. Sigla, rikthejmë për diskutim. Mirë, për të kuptuar më shumë nga kjo çështje se duhet të shoh dhe pak anën ligjore, Karanja, disa herë babai i Vis Martinait është shprehur dhe përpara kolegëve gazetarë, siç e thash, për zhdukjen e të birit, ka dhënë emrat, ka dhënë koordinatat. Sigurisht janë çështje të cilat mbeten pjesë e sekreteve të cilat qëndrojnë aty në SPAK, nuk ka folur po nga pikpamja e procedurës hetimore. Kjo çështje e zhdukjes është në prokurorinë e Kurbinit, ndërkohë që babai ka çuar të dhënat në SPAK. Tani çfarë ndodh? Veprimet ligjore, babai i shtetasit Vis Martinaj është dhe përfaqësues ligjor i viktimës në këtë rast në procesit penal, sepse mesi është nisi çështje për zhdukje, dhe ka bërë disa veprime ligjore të lishme, pra që parashikon ligji. Veprimi i parë që është diskutuar ka qenë deklarimi i zhdukjes, që janë procedurat të kodit civil. Pra deklarohet i zhdukje me kalimi e afatit, pra që nuk paraqitesh në banesë, deklarohet zhdukja dhe më pas ka një afat që deklarohesh i vdekur pas disa x vitesh. Ka afatish në kodin civil, pra deklarohesh fillimisht i zhdukur. Mbas 2 apo 3 vitesh ka mbështytjen, Po, ka afatet janë 2-3, më pas është dhe një afat i dytë. Pra afati i parë që deklarohesh zhdukur, ky këto botohen në fletoren zyrtare, sepse është publikohen për gjithë publikun, dhe më pas masi kalojnë afatet, pra nga depozitimin me afatin tjetër, dhe deklarohet vdekje. Rasti dytë që diskutojmë aktualisht është një proces i ndjekur nga ana e SPAK-ut në lidhje me pasuritë. Është procedura nga ana e SPAK-ut, por është çuar. Sigurisht janë sekuestruar dhe çështja vion janë, domethënë ka bërë kërkesë familja për rikthimin e pasurive. Tani janë bërë disa tash kemi parasysh se kemi diskutuar edhe tjetër. Dhe me raportin e fundit SPAK-ut vitit 2025. Sekuestrimi dhe konfiskimi janë dy institutet ndryshme. Sekuestrimi mund të bllokosh pronën, i verifikon, del që s'kan lidhje me ngjarjen dhe i kthehen personit që i takon. Sekuestro ose konfiskohen pronat, të cilët me konfiskim kuptojnë mënyrën e fitimit pronësisë të një sendi që e merr shteti. Që do thotë që provohet që kjo është aktivitet, burimi aktivitet kriminal ose korruptiv. Edhe rastit babait Vis Martinaj, babai i Vis Martinaj një si person i cili ka ushtruar biznes para visit, pra ka vite që ushtron biznes dhe jetë detyrë e organit procedues që të shikojë çfarë janë të lishme dhe çfarë pretendon që janë të palidhur, se është parimi i prezumimit të pafajësisë. Nga ana tjetër, pra do shifet kjo familje sepse ka punu, ka vite, është marrë me biznes, do verifikohen mënyrën e fitimit pronësisë e tjerë. Por nga ana tjetër dhe babai i Visit autorë, unë kam dhënë të dhëna në lidhje për sa i përket zhdukjes djalit. Po mirë, tash juve merrni me pasurinë, thotë. Kjo është paradoksi, pra, Karanja, të merresh me pasurinë, ndërkohë që njeriu thotë më gjeni djalin. Edhe bëni çfarë doni me pasurinë vjoj pastaj. Me pasurinë, pra ky është paradoks. Ka ecur një çështje, ndërkohë çështja tjetër ka ngecur. Sipas pretendimeve të babait, aty thotë duhet kjo çështje duhet të hetohet nga ana e SPAK-ut se ka pretendime për grupet strukturuar kriminale ose pretendimet e bëra nga ana e tij. Tani efektivisht nga dhënat që dim media se mund ta ketë marrë çështën SPAK-u, ne nuk kemi sekretari ose të kemi dhëna, por çështja është në lezhë, zhdukja e shtetasit Vis Martinaj po hetohet nga prokuroria ka qenë Kurbinit së shkrirë. Ka shkuar lezhë tani, okay. Ka shkuar lezhë. Janë këto ndarjet e reja territoriale të reformës në drejtësi që po shpopullojnë Shqipërinë, domethënë. Kruja ka ardhur në Tiranë, Kurbini ka ikë në Lezhë, isha mos na shkrin dhe Lezhën e çojnë në Shkodër, pra janë eksperimente që bëhen rëndom. Dihet këtë që ne poligon jemi mund të testohemi edhe për këtë punë, dhe është në prokurorinë e Lezhës. Po mirë, pra tani, duke ditur kapaciteti që mund të ketë, se jemi të vetëdijshëm për prokuroritë e rrethave. Nuk themi që janë prokurori të dobta, përkundrazi, ka prokurorë shumë mirë të cilët hetojnë, por duke qenë se çështjet e grupeve strukturuara kriminale i ka, le themi, për objekte timor, prokuroria posaçme SPAK. Pse nuk e tërheq këtë dosje? Sepse ndërkohë vjen paradoksi, thash është paradoksi që këtej i merret pasuria, i sekuestrohet pasuria dhe këtej nuk bën disa veprime hetimore. Ndoshta për shkak të efektit të madh mediatik që ka pasur ky emër, ta bën edhe i deklarat SPAK-u. Që shikosh, çështjen e personit të zhdukur, Vis Martinaj është marrë në tim nga SPAK. Ta bëj kaq. Për efektin, ku diun, për efektin mediatik të opinionit publik, 1001 gjëra mund t'i shtojmë kësaj.
E shikojmë pra çështje e pronave po avancon po ecën, ndërsa çështje e ngjarjes, domethënë se mund ta themi ngjarjet jemi korrekt nga pikpamja ligjore, ngjarjes është ajo. mund të jetë gjallë, domethënë ne nuk e dim, por ky person nga viti 2022 sot nuk ka kontakte më me familjen e tij dhe dyshohet që mund të jetë zhdukur, domethënë mund të jetë vrarë sipas familjarëve. Babai kështu pretendon. Familjarëve. Dhe ne i marrim të mirëqëra. Tani lidhe me provat që ka dosja e zhdukjes, domethënë prokurori që e çmon, që verifikon. Provohet me prova sepse domethënë është tjetër gjë e dhëna operative ose dhënat që mund të jenë nga shërbimet dhe tjera dhëna me prova, pra ne duhet provoj me prova, duhet provoj që kemi të bëjmë një grup struktura kriminale dhe janë këto autor. Mendoj që çështja është ndjekje, pra ka dhe spaku që është ndjekje, mund të shkëmbejnë informacionet dhe të merren provat. Por kryesorja është gjithçka është tek provat. Pra duhet provohet me prova që kemi të bëjmë një grup strukturuar kriminal, që ka kushtet e nenit 28 kodit penal, që të procedohet. Tani një anë morale është që, domethënë kuptimin e logjik, që po avancohet me prona, se prona aty se sikën prona. Ndërkohë që fati i shtetasit Vis Martina, shteti nuk jep një përgjigje zyrtare. Me përjashtim të anës ligjore që është kodi civil që është e drejtë, për mendimin tim veprimi i babait Vis Martinat në procedimin që shpahet me kërkesë për shpatje e zhdukur me vendim gjykatës. Është procedura ligjore që ka të bëjë me pasoja juridike, domethënë jo vetëm për pronat, por edhe në përgjithësi, sepse domethënë lidhet me fëmijët, domethënë se ka fëmijë, domethënë që do me kalimet kufi e tjerë, sepse duhet si rreu kur kalohet kufi duhet një prokuror nga prindi tjetër atje. Pra, duke qenë se janë këto statuse, ky person nuk është thjesht e prona. Pra është procedurë që lësh procedurë ligjore për çdo person që është i zhdukur. Pra lehtëson le të themi familjen në jetën e përditshme në kuptimin e gjës. Edhe familjen nga ana vetore ne kemi prova thotë që ky është i zhdukur, tash mos na e lënë këtë punë ndjekim këtu, ti zgjidhe këtë punë që të marrim një vërtetim. Pra, domethënë se edhe kur prokuroria kur ngjarje kriminale merret një vërtetim që të regjistrohet personi, sepse rezulton formalisht ka pasoja civile, ka pasoja civile, jo pasurore, pra domethënë te emri e tjerë, ka shumë gjëra. Pra nuk është vetëm kjo që mund të në kuptim kush është shumë e gjerë gama e drejtave civile të një personi. Faleminderit Karanxha. Shollaku tani ka çështje e vështirë kjo sa po mban peng drejt, po ta them unë, po mban peng, po e them kështu drejtësinë, policinë. Ka 3 vite që struktura e posaçme, më kujtohet një libër i Mark Twain, është gjallë apo ka vdekur. Ky piktori François Mille, pra një nga rrofenjat e Twain, shumë interesante. Shpeshiteshin pikturat dhe 3-4 shokë që ishin së bashku sajojnë vdekjen e tij dhe pastaj merr pjesë edhe vetë piktori në vdekje duke mbajtur arkivolin gjatë varrimit dhe dalin pastaj me pikturat nëpër qytet duke shitur punimet e pikturit të madh të vdekur, merrnin se janë kopjet e fundit, ishte një legjendë me artit dhe u shitën. Këtu duhet ndajmë dy gjëra. Sa ishte krem, sa ishte biznes. Kujtojmë që Vis Martina në botën e biznesit të lërave të fatit ka qenë le të themi ndër grosistët në Shqipëri. Kishte 20.000 punëtorë. 20.000 punëtorë? Po, kishte rreth 20.000 punëtorë. Dhe duke pasur kaq mirë punëtorë, duke paguar për them edhe miliona euro tatime dhe taksa. Tani prokuroria e nderuar, e përveçme, e përgjithshme, e posaçme, speciale, shumë speciale. Ai ka ndarë se cila pjesë e pasurisë është për shkak të biznesit, të ligjshëm i cili rezulton edhe në institucionet tatimore, doganore, pagesë. Punëtor të siguruar. Ka prodhuar fitim që janë të ligjshme deri në fund të shtatorit, deri në fund të dhjetorit të 2017. Derisa ura Martina ishin të ligjshëm. Pastaj jo, dhe më pak më para i mbylli qeveria. Dhe a dihet sa është sësia e pasurisë e vënë nga ky biznes i ligjshëm, të cilin vetë institucionet e kanë të dokumentuar në emër të shtetasit të Vis Martina? Dhe përveç kësaj, ka dhe rrethana të tjera. Familjarët kanë kontribuar shumë në hetimin e kësaj çështje. Shohim këtu deklarimet e Edi Ramës për këtë ngjarje. Para se të ndodhte, kur thoshte ne e dim kush janë lojtarët e këtyre bizneseve, ne ta dim targën. Po, i themi këtij drejtorit të madh të bazës sportive që ne ta dim targën. Ky ka qenë, po themi. Pra, Edi Rama e dinte targën e Vis Martinit. Po të nderuar prokuror, pse keni frikë ta thirrni Edi Ramën në statusin e personit që ka dieni, sa e ka deklaruar publikisht se ka dieni? Targën, tash targën i dinte Rama. Po targën, po njeriu me targ lëviz.
Se me makinë, se nuk besoj se kishte mjetet të tjera lëviz se... E qartë, po. Punën që do bënte. Pra për këtë tartë ta pyesin Raman, pastaj të tjerat gjenë vetë prokurorët, i bashkojnë gjërat. Dhe këtu, ka 3 vjetë që ka ndodhur kjo histori. Bën 4 në gusht. Ka disa dosje të tjera që struktura posaçe kam parë, kam shletuar, më kanë rënë në dorë dokumente ku Evis Martina në çështje të tjera është i pandehur aktualisht. Po gjykohet është për rast në dosjen e metamorfozës. Për dosjen e revanshi është në pjesë e metamorfozës është ajo. Ajo është i akuzuar për krim kushtesh, për vrasje, sponsorizime, njëri tjetër, por është dorë një pandehur. Prandaj më ty pandehur. Ne nuk urojmë vdekjen e askujt, por nëse është i vdekur, ka një seksion prokuroria e posaçme në botën tjetër? Jo, mbulon mirë, pra se kjo është ajo që po flasun që mbulon edhe krimet e Ferbarajsës. Atëherë, i kthehemi kësaj historie se duhet të jenë gjata ata njerëz atje. Or zotëri ka gjata me ka vdekur herë. Por nuk duhet të është para ditës si gjallë mas ditës si të vdekur. Se kërcet këtu. Dhe kjo histori randohet gjithmonë më tepër, edhe për shkak se familja ka kontribuar shumë në të dhëna, në indicie, në emra, në dyshime serioze për hetuesit, dhe unë po them që 85% asaj dosje ka bërë familja. 85% dosjes. 85% dosje ka bërë familja duke ofruar të dhëna, dyshime, emra për persona. Kemi këtu edhe një ngjarje tjetër, e cila në që kemi mësolli edhe tronditje në policinë e shtetit. Oficeri i policisë që ishte i fundit që shoqëroi Evis Martinaj, ka qenë Lama, mos gaboj. Jeton Lama. Dëshminë të cilit me mori drejtori i përgjithshëm Gledis Nano në prani të kolegëve besoj, siç ka dëshmuar edhe e ka përcjellë strukturës së posaçme. Ka jo pak fakte dhe dhëna që mund të zbarnin pjesë të kësaj historie. Dhe pyetja më e madhe që unë e shoh shpesh, kush e mori, kush përfitonte nga kjo vrasje? Kush përfitonte? Përfitojnë atëherë dhe tani ata që kanë në duar këtë biznes, që prej më shumë se 3 vitesh zhvillohet me të njëjtin intensitet informalisht në të zezë, në të gjithë Shqipërinë, në çdo qartë, duke përfshirë edhe Tiranën. Po thua për bazë sportive. Të gjithë, po, edhe kazino. Lurat e fatit. Nuk ka asnjë pengesë, po ta them unë që në çdo qartë dhe janë në Durrës, në Elbasan, Fier, Vlorë, grupet kriminale që janë edhe shtabe elektorale e Partisë Socialiste kanë në dorë lurat e fatit. Kanë koncentrat. Dhe këto para të zeza nuk i përdorin për ditë të tyre të bardha, si shpresojnë, i përdorin edhe për zgjedhje, prodhojnë edhe pushtet, prodhojnë edhe bashkiak, prodhojnë edhe deputet. Dhe kjo është lidhja, ngjizja mes pushteteve ku Edi Rama ka dijeni. Sepse ka një ligj atje për lurat e fatit, kanë 3 vjet që bëhet. Këta e bëjnë ligje për 24 orë për investime strategjike. Të dielën të hanën e shkon e ngul lopatën. Disa akte. Ndërsa këtu ka 3 vjet që po vjen aktet nënligjore. Ato për fundit janë tash. Si kohë të fundit. Po i fundit do shkoj. Ai rreshti i fundit do shkojë edhe 2 vjet, Andi. Për shembull, ai ligji që kilometri i fundit dalja jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për qëllime seksuale u bë shpejt e shpejt. Sa thu se ishte ky problemi jon. Pra ka hyrë në kodin penal. Po, pikërisht pra, do ndjekin edhe dashnorët në përbot ta se i marrun punën në Shqipëri, zbardhën. Ky është biznes. Në hyjmin e bandave të pushtetit prodhon sot kësaj dite miliona euro në Shqipëri. 100 milionë euro në muaj. Dhe kjo është ndjeni. Atëherë ka qenë një përballje e pushtetit dhe e bandave të tjera me Evis Martinën për të marrë biznesin. Ishte lojtari numër 1 në këtë biznes në Shqipëri. Ishte. Ka qenë numër 1. Atëherë ishte përballja e këtij që i ditë targën me ortakët e tij, të cilët detyruan të vepronte dhe t'u alinte biznesin në të zezë për 3 vite e gjysmë. Se nuk mund të them që policia nuk e di këtë, se kapi një herë 5 vjet në një pemë thym me i telefon të vunë ai s'ke din. Dilë në Tiranë, në Durrës, ku duhesh, i ke lokalet me postera sportistësh, e me ekrane. Janë bërë gati ato. Ata po punojnë që janë bërë gati, ata 4 vjet që po punojnë, thonë janë bërë gati. Ligjërisht, po ata nuk janë bërë gati, ata janë bërë gati. Ka një të vërtetë kjo që thotë, ato janë bërë gati të mos e lënë ligjin të dalë. Për këtë janë bërë gati. Dhe për këtë paguajnë. Po dhe po doli janë gati. Për këtë paguajnë policin, prokurorin, gjykatësin nëse shkon në një rast, edhe pushtetarin.
Këta paguan që ligji 3 universitar kemi edhe një fashik, kemi edhe një akt. Nuk pa e qajmë dot këtë. Kemi për të marrë përvojën fetë somës. Po ç'është kjo? Po ti ke pas ato me leje. Boni ndryshim modalitet nëse ka një zhvillim teknologjik për përshtatje që të duhet 2 orë. Në dashka 3 vjetë ti për të shkruar një paragraf. Nuk të le, paraja ja ka zënë tepsinë e ligjit. Nuk e le ta bëj. Dhe nuk ka për ta bërë, 3 vjetë. Këse janë zgjedhjet. Ku ta bëj? A do paguajnë çunat problematik? Do hidhen ato. Do paguajnë taksat e partia, të shtabi. Dhe ai thotë, vlla, më ke mbyll punën thotë, nuk punoj më ty. Prandaj Rubineti, ligji do pres, biznesi do vazhdoj. Ne i qartë. Dhe më sa duket kjo histori ka për të vijuar dhe disa kohë, ke qartë sigurisht për derisa se ka dhe përgjime këtu për këtë histori. Për Vis Martinit, për zhdukje? Edhe për Vis Martinit. Dinë ata njerëzit e prokurorisë atje. Sa hapin do dosjen ata më burrë. Se do u dali ministri, deputeti, pushteti, kryeministri, del atje, çfarë do bëj ata? Po le dalin. Po për çfarë je aty? Themi ne këtu, ë? Po ne këtu tani. Po ja ku ke prokurorin që hoqin nga vendngjarja sepse po shkonte drejt mbledhjes provave. E kanë tavolinë. Edhe ato që prishin provat ngrihen në detyrë, po s'poja përmendin. Edhe produkti. Duket sikur po përmendemi i Europë. Mirë ta thosh vinë tani se ti nuk e nga ata që nuk e thua emrat prandaj. Kishte dorë mos ti mblidhje provat. Ndore padë. Edhe ti keq më vjen. Kaloje, bëje sigur. Keq më vjen olla tani çfarë them. Ishim ju çështë, ishim dal burrat mirë. Kishte kaluar edhe vetingun, po të kishim mbëlsyt. Kaluar edhe vetingun, edhe në gjetha, kështu. Po Tani gjetha si. Edhe në Washington e kishte marrë në për rrugë. Po çfarë fola? Mirë, një çështje tjetër e cila duket se ka ngritur le të themi shqetësim në opinionin publik, bëhet fjalë pikërisht për portin e ri që po ndërtohet në Durrës. Media ka bërë një punë të mirë dhe kryesisht kolegët gazetarë të emisioni Piranjat që denoncuan zhytjen e ndërtimeve të reja në portin e Durrësit. Më kaloj me signë regjie dhe rikthemi çfarë ka thënë Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit sot për ato godina atje. Këto të mërkur Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit ka dalë dhe me një deklaratë publike për sa i përket, le të themi, fundosjes apo zhytjes së 2 godinave, të cilat po ndërtohen në portin e ri në Durrës. Tani, çfarë thot Inspektorati Kombëtar deklarat? Në përgjigje të raportimeve të publikuara javën e fundit në media mbi problematikat që lidhen me qëndrueshmërinë dhe sigurinë e 2 prej objekteve të projektit zhvillimor Durrës Marina, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit sqaron se avion në zbatim të përcaktimeve ligjore dhe detyrave funksionale me urdhër të kryeinspektorit të IKMT-s u ngrit një grup i posaçëm inspektimi për verifikimin e situatës së terren, grupi i kontrollit përbëj nga inspektorët e IKMT-s, përfaqësues të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, inspektor të IMT-s së Bashkisë Durrës si dhe përfaqësues të Institutit të Ndërtimit Specialist të Fushës. Verifikimi u krye në lidhje me zbatimin e lejes së ndërtimit të datës 10 shtator 2023. Okej, godim banim për objekte, pra godim banimi dhe shërbimi me 1, 6, 7, 8 dhe 10 kate mbi tokë, 1 kat pjesërisht parkimi në tokë dhe 1 kat parkim në tokë, dhe godim banimi dhe shërbimi me 1, 6, 7 dhe 8 kate mbi tokë, 1 kat pjesërisht parkim në tokë dhe 1 kat parkim në tokë. Në zonat e menaxhimit A02 dhe A04 aktualisht në fazën ndërtimore të sistemeve të jashtme. Në përfundim të inspektimit, thot IKMT, raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmon se objekti 02 me fazë ndërtimore 1, 6, 7 dhe 8 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë ka psuar ulje prej 28 cm. Objekti 04 me fazë ndërtimore 1, 6, 7, 8 dhe 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë ka psuar ulje prej 18 cm. Nisur nga këto konstatime, IKMT është drejtuar zyrtarisht kompanisë zbatuese të projektit duke kërkuar marrjen e menjëhershme të masave për realizimin e projekt përforcimeve të nevojshme teknike të cilat garantojnë qëndrueshmërinë e strukturave. Pra, ajo se çfarë nxorën kolegët gazetar disa javë më parë rezulton të jetë e vërtet, mund të gabuar vetëm me numrin e centimetrave, të cilat janë fundosur, janë zhytur çollaku, por që fakti është ky. 28 pra i bie diku tek një plëmbe gjys, kam përshtypjen 30 cm. Nuk kanë bërë akoma ndërtimet e këtyre që kanë filluar zhytjen. Dhe i bie që ti ke porositë në kat të parë, se ekziston më kat i parë. Ka ikë porosia për lesh. Po prap mund ta bësh garazh. Gjithësh më lart, po. Ja, e bë underground. Por për te komedisë zesjen e po theksojmë, kjo është një vepër rënd penal, natyrisht. Këto investitorë ai le dhënës aty ka se të gjithë e dim tash për çdo le pallati ka një studim sismik
edhe për shtresat e tokë, se ku investohet, ku ndërtohet. Pra, ka disa parametra, ka disa të dhëna, thëmë teknike, që inxhinierët, që specialistët, i parashikojnë dhe i përfshinë në dosje për para se t'jepet leja. Këta kanë marrë leje veç me vjetë, prandaj hyj pallati në tokë. Kur marrajnë punimet, pallati do t'jetë vetëm gjurmë. Këtu ka qenë dikur pallati që e keni gjithë në tokë. Po ku do banojmë ne në tunel? Se s'ka apliku kush aty për ble tunele. Ajo që se unisir ka një histori të cilën struktura e posaçme duhet ta kishte marrë në përdor me emergjencë. Po si çdo gjë që ne kërkojmë përvojë speciale dhe ajo bën një heshtje speciale për shumë gjëra të cilat duhet kishin marrur. Tani gjendemi te kostja. Larg qoftë, duke ditur edhe në tërmetin 26 nëntorit të para disa vite ku Durrësi ishte një nga zonat më të prekura. Pra ti ke një qendër delikate në raport me ndërtimet të qytet. Akoma me gjithë edhe pas të shkret që humbën Vanesa atëherë. Dhe ti shkon në një ngull pikërisht aty ku problemet me arkivin, me të shkuarën, me këto ndodhi të lashësh ndërtimore, që janë të afërta, janë me kosto të lartë, ora me kosto jetër, vdesin njerëz. Këta nuk duan të dinë, pra kanë kthyer në statistika financiare njerëzit. Merë të para, kam parë herë një kontratë ta kemi aty në arkiv tani të çuditshme rreth blerjeve dhe shitjeve të këtyre banesave. Kishte sa penalitetet të llafashme që ti mund ta blije aty, po s'kishe shans as me shit vetë derisa merr leje në Dubai, më duket për me shit banesën. Shi gjë e çuditshme, kam një tip kontrate. Me leje në Dubai, po kishte një burokraci të jashtëzakonshme. Kishte një aneks aty që të kufizonte. Sa kufizime më Krizburgu për kontratën. Kam një model aty që më dërgoi dikush. Dhe po lexoja, thash ta konsultojmë një ekspert se kërkon edhe një lloj shpjegimi teknik të gjës. Po për të kthyer te kjo që jo theksuat, pra që kolegët e syrit piranjave kanë hulumtuar më herët, ishte një alarm dhe tani vjen duhet kishte ndodhur kundërta. Institucionet duhet kishin konfirmuar problemin, sepse ta mbikëqyrin. Dhe shkon e justifikohen tani kanë gjetë kanë gjetë atje një shkurrishte 3 kat pa leje. Tu ke 300 kat që po të hyjnë tokë. Ti dalësh këtu 3 kat që këtej. Sa banor janë dëmtuar nga kjo, sa të alarmuar të tjerë që presin, kush do shkoj tani të hyjë atje? Unë kisha pyetje, domethënë, sa dëmtohet tani interesi për blerjen në këtë projekt, sepse ky është një projekt i sepse ka gjë, ai 2 miliardë. Alabare më duhet, ha? Alabare ka, Ai zonia i ka kref parat për vetë. Ai pret atje shef lajmet në ekran. Me lekën në xhep. Ai shef dronat iranian që i shkojnë ne. Ai shef kur thotë Karanja shef dronin edhe klikon kanal tjetër televiziv. Po shqiptarët, po investuesit e këtyre pasurie, se gjithë kanë bler letra, s'kan bler, s'kan bler banesë. Merret dorëzim objekti, kolaudohet nga institucioni, nga ekspertët, inxhinierët, arkitektët, çan gjithë njerëz. A ka në njëri sot të marrë hetim për këtë çështje? Me këtë do diskutoj me Karanxhën, si çan do. Por do të jetë vendjare në këtë rast, apo jo, Karanxhë? Unë Basi jetoj në Durrës dhe jetoj shumë afër. Pak afër kësaj gjë? Jam afër, domethënë. Ku ti metrin e ke shtëpia se? Domethënë ç'a ndodh. Dhe unë optimist për një projekt të tillë, si çdo kush që realisht kërkon. Letra shumë e bukur ai. Jo, është mrekulli, nuk e di, do të kemi pamje mbulin të lutem. Ka parë në tefter, do shikojmë pak domethënë projektin dhe është një projekt i cili i jep domethënë realisht vlerë pronës në qytetin. U jep vlerë pronës po të merr jetën në vend. Pra se këtu do të dalë domethënë. Pse bisedu mirë, ka prokuroria seksion në dynja. Po këtu ka leje ndërtimi janë nematan. Kemi parë një porositën në Shishofin dhe në Sharr jepen leje ndërtimi nën tokë se do shkojnë të banojnë. Aty banon kur çon Perëndia ftesë, jo në rast tjetër. Ne pak rast i përgjithshëm për ashtuar shembullin e Jezu Krishtit. Tani, faleminderit të Çollaku. Tani çfarë ndodh? I KMT-ja doli me fakt konkret. Nisin e time këtu apo jo, Karanxha? Kryesisht ndoshta, pa dërguar dosje fare tani si vetë prokuroria. E pash me vëmendje, ne kemi e para herë që ky është projekt privat. Pra nëse për privat duhet zbatimi ose investitori në rast se është i dëmtuar sepse duhet parë sepse e pash me vëmendje materialin. Te godina numër 02 dhe te godina 04, njëra është fundosur 28 cm, tjetra është fundosur 18 cm. Dhe janë në fazën e zbatimit të projektit, pra nuk janë projekt përfundimtar.
mos harrojmë që kur të mbarojnë godina do kenë edhe peshë shtesë. Se ç'kuptojmë peshë shpesë, sendet shtëpiake do ketë kondicionere etj. Pra do rritet pesha. Shumë rritet. Pra rritet pesha dhe ka me metër katror që është e llogaritur. Pra duhet parë. E dyta, duhet shikohet projekti. Ç'është ky projekti zotëri, sepse Durrësi tash është çështje fakti. Pra, kur shkohet në fakultetin e inxhinierisë, dihet zona. Zona e Durrësit, Durrësi pjesa më e madhe është e mbytur. Pra, dihet që është një zonë me aktivitet sismik dhe zbatimi i tij duhet të jetë në raport me vendin, në raport me zhvillimin e shkencës dhe të jetë ndërtimi në mënyrë të atij që të rezistojë dhe tërmetit. Pse jo mbi 7-8 bazë? Sepse është zonë e cila është fundos Durrësi, pra dihet është çështje fakti. Pra, shkosh në zonën e portit tani, domethënë është duket qartë ke kolonat vjetra që nga koha e Ilirisë, atë që janë det. Pra, kjo dihet. Pra, inxhinierët ku janë? Sepse na rezulton projekte shumë dobta, dhe te rasti rrugës, te rasti në zonën e Dragostunjës, që te arrat e Dragostunjës te korridori 8, te rruga për atë. Është e njëjta gjë përandor, shem anë, shem këne. Është gjë shumë e mirë që të ndërtohet, por e para duhet ndërtohet sipas rregullave, pra duhet të dëgjohen specialistët dhe e dyta do të dëgjohen zbatuesit. Kur e shef që një projekt nuk shkon mirë, duhet ta ndaloj. Karandra ti më the diçka. Ky është një projekt privat. Por aty sigurisht është aksioner dhe shteti kanë përshtypjen Çollaku apo jo? Ka një pjesë të vetëm. Kështu që tani do të thotë ka dhe interesa shtetërore. Sepse faza është në fazë projekti. Zbatim mund të ndodh, sepse e pash me shumë vëmendje. Po. IKMT-ja ka sugjeruar përforcim. Ka ky projekt përpara zbatimit të përforcimit të marrë miratimin nga autoritetet ligjore për garantimin e shef. Pra, po, ky projekt përforcimesh përpara zbatimit duhet të marrë miratimin nga autoritetet ligjore përgjegjëse për garantimin e respektimit të kushteve teknike të edifikimit dhe zbatimit punimeve të ndërtimit. Pra, ajo do një studim total. Kulla e pjesës tani këtë. Sepse paga shumë po. Se çana na ndodh si ato arna që kena parë ato filmat e vjetra që i vente një arnë 3 ai te patallonat e vjetra, po të kesh parasysh, ne s'mund vend marrën te patallonat brapa, se griset ajo. Pra, copë e re, s'mund të rrimet copën e vjetër. Pra, duhet studiuar, nëse ky projekt mbam se mund ndodhë që të shemet nga e para, ta bësh nga e para. Të shikohet peshat, të shikohet materiali, ndoshta mund bëhet me material të lehtë ose mund bëhet edhe me kosto pak më të shtrenjtë. Cilësia e lëndëve që janë edhe cilësia e lëndëve, por mendoj aty nuk është problemi cilësisë, por është mos studimi mirë sismik i zonës. A dihet është edhe pesha që i vetë tokës duhet të ishte bërë në mënyrë të tillë, pse jo mund të ishte përdorur dhe material tjetër. Pa përfunduar do ketë sërish më tepër ngarkesë. Ti ishte përdor lëndë tjetër për të kap kotën e lartësisë, mund të ishte edhe metale. Me metale është pak më e shtrenjtë. Po sikur trulli toka aty jetë në tendencë rrëshqitje, sepse kjo zhytje deri tani mund të jetë lajmtare për më pak se një vit o. Po pikërisht pra, kjo zhytje deri tani mund të jetë lajmtare për veprime ose ti i pallatit agresive edhe nuk do i bëjmë banorët e pallatit parashutist, që të shohin se si të hidhen nga pallati, që kur shkojnë shtremat, të kenë vendin se si hidhen. Tut me fjet në parashut. Ose të flen me parashut krah që në moment që ndodh rrëshqitja, të hidhen. Po edhe gjë edhe kërë. Ai duhet një studim. Shumë sportive jetesa në këtë formë, siç ka vend për hetime paraprake tani apo jo? Hetime para duhet të ketë një kallëzim. Kush i mbron interesat e shtetit? Shteti të shohë. Është i dëmtuar apo jo? Qofse është një kontratë zbatim, ta shemi ta bëjë nga e para ndërtuesi dhe zbatuesi del me humbje. Sepse i bi për me bën nga e para, sepse ti nuk mund të futesh banorët te një objekt që nuk është i sigurt. Sepse ti kur e di që është mund ne kemi parë se me këto rritën për 10 vjet çko 2 metra dhe i bi masanej që të bëjmë parkim gjithmonë nëse vetëm zhytës edhe mund të shkojmë jemi ekspert, po një pyetje që mund t'i bëj eksperti është që sa mundësi kanë këto godina që janë bërë për përforcime, se më duket pak sa e kërkon pilot. Arnohet pallati se kjo është pyetje, është Arnohet apo jo? Po pra arnat e vjetra që kemi parë nëpër filma. Po pantallonat edhe durojnë se po të shkep do kanë dom më vesh tjerët. Po do shkep pallati këtu, vdesin njerëz. Vdesin dhe shumë rëndë. Sa kanë porositur te këto apartamente? Sa banorë, sa qytetarë kanë bërë porosi, kanë kontrata, kanë harxuar paratë e tyre. Sa sigurt janë, jo paratë tashmë, por sa sigurt është jeta e tyre për të qenë brenda këtyre banesave. Madje ky defekt më mirë që ndodhi tash në fillim se ne jena mësuar në fund. Pra në fund fare ta certifikojnë ato të vënë dhe një pamje të bukur,
Si punë... Po pse po mos ta kishin denoncuar në media Si mendon se... Do vazhdojnë punimet. Ta vazhdojnë, pra se Do vazhdojnë punimet. Si punë e urës tek tuneli Llogaras, domethënë do ja ku e ke, urës ka fare, gjos ka fare. Urën në xhep. Pra kjo duhet parë, të paktën zbatimi i mteshëm pse jo të shikohet lënda që do përdoret mund të përdoret edhe si në vende është pak më e shtrenjtë me konstruksione metalike që të jetë më e lehtë që të mos i ushtrohet peshë tokës. Të jetë dhe më elastik për sa i përket problemeve sismike, është zonë me aktivitet sismik shumë të lartë, zonë e Durrësit, madje dhe studimi i bërë nga inxhinierët se janë studime të vjetra, ka vite që studiohet zona, ajo zona aty është zonë me aktivitet sismik të lartë dhe pallatet mbi 5 kate duhet një studim. Pra, shohim te pallati 04, objekti 04 është 10 kate dhe një kat nën tokë, domethënë i bie 11 kate. Pra ti kur ti në Kotën Verhoxhës është diskutuar deri 5 kate, tash ti ke shku 11 kate, pra e ke gati më shumë se gjysma. Ti duhet ta kesh studiuar, pra ti të njëjta peshë pallati që ushtrohet dhe të ketë si të thush të mos shkoj poshtë, sepse që po shkoj poshtë i bi nga 28 cm në vit i bi që ti po i vitin pasardhës mund të jetë se ne nuk po llogarisim se çdo vit është Mercedes edhe e by. Se nuk është standard ajo. E di kush është forta 28 si veti 28 vitin tjetër. Mund të 2 fishë edhe më tepër. Unë kam përshtypjen që mund të çedojnë, ndërtesa në përgjithësi ka një lloj çedimi kur kalojmë disa vite, nuk e kam këtë. Por kush është ai inxhinier që jep garanci në këtë rast? Edhe dyta, më falë o Basir. Ajo ka edhe diçka tjetër, se ti e bleve pallatin mund ta shesësh, po ja ngjet si tjetri ti edhe nuk e shet dot. Se thot ti do rrish këtu do të kem kontratë, do morësh leje. Që ti e more, e hongri. Je burgos aty te pallati. Takzosh e more nusën, takzosh. E kishe me provë, ma ta kishe si, edhe nuk e shet dot më. Ktu është muhabeti. Atë kontratën do ta kesh denoncim shumë bukur një moment atë, për mënyrën se si shitet. E kam diku në arkiv dhe gjej. Po është momenti ndoshta për ta kuptuar se ç'po bëjnë qytetarët për të reflektuar që ja vlen ta marrësh një apartament aty. Ne s'kam lexuar unë vetë nuk sakrifikoja për një burokraci të tillë kujt. Kush janë përgjegjësit në këtë histori tani? Se mirë dikush vjen do të ndërtojnë. Gjen një hapësirë, le të themi një lloj lehtësi ose një mungesë burokracie nga ana e shtetit, jepet një hapësirë për zhvillimi, për ta bërë Durrësin Dubai. Po që ti ç'do? E kam thënë edhe këtë shprehje në Irvin Jalom kur thotë që operacioni përfundoi me sukses, po pacienti vdiq. Ne jemi këtu që pacienti në këtë rast është ai që ka paguar të drejt dhe i ka vdek prona. Sepse në këtë banesë 90% e investimit deri tani, 90% e investimit është nga vetë blerët e qytetarëve. Po pra, është nga aksionerët e këtij investimi deri tani. Arin kanë blerë deri tani qytetarët dhe e kanë futur në xhep alabarët. Kjo është diferencë. Kjo do jetë dhe objekt konflikti sepse ti ke ble katën e parë dhe shkon -1, ai kati 2. Ti do të thosh është ky kati im, se ka kati parë, ajo kati parë po. Se do thonë se do t'i thush qytetarëve që ore kati lart vase jam unë këtu. Kati parë. Si bileta në stadium gëzon vendin. Po them, tash ato do ketë dhe burim konfliktesh për në parë. Po çfarë fondi sepse ti ke ble katin e dytë. Është bë kati parë. Unë kam përshtypjen se ata do shkojnë marrë në labarin ta fusin dhe katin -1. Do jetë problem me katën që janë gjysmë, sepse ora është kati para do vinë njerëzit e katit del 2 metra e gjysmë tani nga fotos lart apo poshtë. Pra do jetë objekt konflikti, do kemi shtim numrin garazheve dhe ulje për gjet katin të banimit. Po të shkojnë për gjet katin, numri i garazheve. Jo, po do shkosh gjyq për gjet se cilin kat ke. Biles këtu është i pari, kush përfiton bashkia se ulet numri i parkimeve dyshe. Domethënë s'do ketë më procedurë. Është një nga është ledhën se bashkia. Është ledhën se. Në këtë histori bashkia këtë se janë tani ka shumë bashkëndorë për të paradalin gjitha me të paradalin TT. Me të asaj bëjnë. Gjitha TT dalin s'po shohim asgjë gjë. Shamaner, Kjo është një lloj piramide, Andi. Kjo është një piramide madhe. Është një piramide e madhe që duhet unë nuk e di si akoma nuk ka prokuror në vendngjarje, akoma nuk ka një thim me shërit të vetë vend krimi këto që këti këtu duhet jenë atje. Nëse nuk i kanë të mimarin. Ti e ke fiks katër se pallati 4 është 18 cm. Prandaj fiks nuk jeta 4. Edhe dyshin, unë jam 5, kështu që Andi është në rregull. Jam në rregull. Jemi pak centimetra. Po. Një tjetër çështje ku unë dua të ndalem për trajtuar bëhet fjalë pikërisht për sundimin e ligjit në Shqipëri dhe korrupsionin. Çfarë ka ndodhur? Një qendër 35 vjeçare, e cila merret me studimet për Evropën lindore, ka bërë një shkrim të mirë, të cilin
kur them shkrim të mirë, kanë nxjerrë disa detaje që fatkeqësisht nuk na vjen në ndihmë neve si Shqipëri, sepse konstaton problematika për procesin e negociatave të Shqipërisë dhe antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, i cili duket si pamundur sipas këtij studimi. Tani dëgjojmë me vëmendje një insert shumë shpjegues, një analizë nga kjo qendër dhe rikthehemi për diskutim se në çfarë faze ndodhet Shqipëria në procesin e antarësimit në BE për sa i përket sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian duket shumë i vështirë për shkak të mungesës së sundimit të ligjit dhe klimës së korrupsionit në vend. Kështu thot OSW, Center for Eastern Studies, një qendër 35 vjeçare e cila merret me çështjet e Evropës lindore. Por ja çfarë thuhet në këtë artikull të gjatë? Që nga fillimi i këtij viti Shqipëria është përballur me shqetësime në rritje nga Bashkimi Evropian, lidhur me gjendjen e sundimit të ligjit. Shkurtin e kaluar një raport i Parlamentit Evropian dhe një deklaratë e Partisë Popullore Evropiane nxorën në pa presionin e vazhdueshëm të qeverisë ndaj sistemit të drejtësisë, si edhe problemet e vazhdueshëm me korrupsionin. Sundimi i ligjit mbetet një nga çështjet kyçe në procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Vështirësitë kronike në këtë fushë mund ta pengojnë Shqipërinë të sigurojë antarësimin në Bashkimin Evropian përpara vitit 2030, një objektiv që kryeministri Edi Rama kishte paraqitur si një nga premtimet kryesore gjatë fushatës së fundit zgjedhore. Marrëdhëniet e tij me Brukselin janë përkeqësuar dhe partia në pushtet ka humbur një pjesë të mbështetjes publike, ndërkohë zyrtarët e qeverisë vazhdojnë të sulmojnë SPAK-un, institucionin kryesor në luftën kundër korrupsionit. SPAK po heton gjithashtu raste të dyshuara korrupsioni që lidhen me problematika në ndërtimin e linjave kurudhore dhe akseve rrugore të përfunduara vitet e fundit. Situata u përkeqësua pas rreshjeve të dendura të shiut në shkurt dhe mars, të cilat shkaktuan rrëshqitje dheu dhe dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë. Megjithatë, prokuroria ka ngritur dyshime për përdorimin e materialeve nën standard në këto projekte. Nga ana tjetër, shumica e qeverisë rrëzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për këtë çështje. Dëmet në infrastrukturë kanë kushtuar buxhetit të shtetit rreth 250 milionë euro. Për disa ditë, jugu i vendit mbeti i shkëputur nga kryeqyteti, duke paralizuar dhe tregtinë me Greqinë, një prej partnerëve kryesor ekonomik të Shqipërisë. Kjo situatë ka nxjerrur dhe më shumë protestat publike që nisën në janar, pas akuzave për korrupsion ndaj ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Demonstratat janë organizuar nga Partia Demokratike, forca më e madhe opozitare në vend dhe antare e Partisë Popullore Evropiane. Gjatë kohës që drejtonte Ministrinë e Infrastrukturës, Balluku menaxhoi investime për rreth 3.8 miliardë eurosh në projekte infrastrukturore gjatë viteve 2024-2026, një shifër që kryeministri Rama e kishte paraqitur gjatë fushatës së vitit 2025 si një nga sukseset më të mëdha të qeverisë së tij. Megjithatë, vjeshtën e kaluar, SPAK akuzoi Ballukun për dëm ekonomik ndaj shtetit në vlerën e rreth 251 milionë eurove, lidhur me disa tendera të rëndësishëm për projektet rrugore. Një pjesë e këtyre investimeve ishin financuar edhe nga fondet e Bashkimit Evropian. SPAK u krijuar në presionin e Komisionit Evropian si përgjigje ndaj shqetësimeve të vazhdueshme për korrupsionin në Shqipëri. Prokuroria kërkoi arrestimin e Ballukut, por ajo mbrojt nga imuniteti parlamentar dhe Partia Socialiste refuzoi heqjen e tij, duke sulmuar ashpër SPAK-un. Përveç protestuesve, mbështetje për organin antikorrupsion kanë shprehur edhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë dhe Parlamenti Evropian. Gjykata Kushtetuese argumentoi se prokuroria kishte të drejtë të kërkonte largimin e Ballukut nga qeveria për shkak të rrezikut të ndikimit mbi dëshmitarët. Pas disa javësh polemika, Rama e shkarkoi atë nga posti, megjithëse ajo mbetet një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërta. Ky skandal konsiderohet pjesë e problemit më të gjerë të korrupsionit në Shqipëri. Në indeksin e perceptimit korrupsionit për vitin 2025 të Transparency International, Shqipëria ra me 11 vende, duke u renditur në vendin e 91 nga 182 shtete. Në lidhje me çështjen Balluku, kryeministri Rama nisi të vinte në dyshim profesionalizmin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke akuzuar për lidhje me opozitën. Duke komentuar hetimin e SPAK-ut, ai deklaroi se bashkëpunëtori e tij ka mbështetjen tonë të palëkundur, ndërsa shtoi se pushteti gjyqësor do të mbetet i pavarur, por se ministri është e pafajshme dhe po përballet me një gjuhëti shtrigash. Sipas tij, heqja e imunitetit parlamentar të Ballukut nuk mund të diskutojë. Këto zhvillime janë reflektuar dhe në qëndrimet e Partisë Popullore Evropiane dhe Parlamentit Evropian. Të dy institucionet kanë arritur në përfundimin se në Shqipëri ka pasur shkelje të pavarësisë së gjyqësorit dhe prokurorisë. Partitë Popullore Evropiane, ku bën pjesë dhe Partia Demokratike, theksoi se mbështetin integrimin evropian të Shqipërisë, por njëkohësisht kërkoi forcimin e pavarësisë së drejtësisë dhe lirisë së medias, ndërsa vlerësoi progresin e Shqipërisë
përfshir hapjen e të gjithë grup kapitujve negociues. Komisioni Evropian shprehu gjithashtu rezerva. Komisionerja për zgjerim Marta Kos deklaroi se antarësimi i Shqipërisë në BE deri në vitin 2030 mbetet një mundësi reale, por theksoi se forcimi i sundimit të ligjit dhe ruajtja e rolit të SPAK-ut janë thelbësore. Në të njëjtën kohë delegacioni i BE-s në Tiranë dhe diplomat nga vendet anëtare të BE-s, përfshirë Gjermaninë, u përpoqën të bindnin qeverinë shqiptare të mbështesë heqjen e imunitetit të Ballukut. Ndërkohë, eurodeputetët paraqitën më shumë se 60 amendamente për çështjet e sundimit të ligjit në raportin për progresin e Shqipërisë. Për më tepër, 9 vende anëtare të BE-s bllokuan dorëzimin e raportit i barë për Shqipërinë, duke shprehur shqetësime për pavarësinë e drejtësisë. Tani siç e dëgjuam, për të nxjerrë disa sinteza nga kjo histori, sundimi i ligjit mbetet një nga çështjet kyçe në procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Vështirësitë kronike në këtë fushë mund të pengojnë Shqipërinë të sigurojë antarësimin e Bashkimit Evropian para vitit 2030. Tani sim bashkë në këtë çollaku, sepse kam parë dhe disa reagime tuaja ditët e fundit, disa shkrimet të publikuara në media të ndryshme. Edhe çështja e Ballukut mbetet një nga problemet, le të themi, që bie në sy në këtë studim për sa i përket integrimit. Në bërë përshtypje e tendri, Bashkesa e Rënisë kishte bërë një tender 83 milion lekë vjetër për blerje forestrat, ndërsa Macroni ka bërë një tender para 2 vitesh për një makinë rreth na ult 50.000 euro. Presidenti francez. Po janë më lirë automjet. Kanë lidhje se linica me Francën nga që merret bitume. Ne për të kthyer tek fillimet raportin drejtësi, po ndiqim pak më herët të pandehur në Balluku, që është e pandehur në drejtësi, po është drejtuese në qeveri dhe në parti, në Fier, kur u pyet nëse ajo po bëhet, në fakt pengesë gjithë raportet ndërkombëtare, raporti i Bashkimit Evropian para 3-4 ditë e përmend me emër, pra mos heqjen e imunitetit të zonës Ballukut nga mzhoranca, si pengesë për integrimin, si mungesë pavarësisë gjyqësore, ai theksoi që për mos e pyesin këtë çështje se për këtë punë flet avokati im. Kush avokat? Rama. Kështu tha, këtë keni marrë përgjigje për çështjen time shpesh herë, tha, sa herë ka qenë e nevojshme nga zoti Rama. Pra, zoti Balluku e emëroi sot zyrtarisht zotin Rama si avokatin përfaqësuesin e saj ligjor për anë strukturës së posaçme, dhe ndoshta Rama ne do ta shohim atje në SPAK edhe si avokat të Ballukut për çuar justifikimet shkresore të nevojshme siç ja lyp çështja dhe dosja. Që kryesori është trashur pra së shumti tashmë kur të akuzuarën si pjesë e organizatës kriminale, siç thot dosja publikisht deri tani e SPAK-ut, Karçana, kjo e pastreha me 14 shtëpi e vila, që u lanë në dërim paraqitje. Tani këtu ke njerëz siç e përmendi Karanxha me drejtë që janë nga cigara e shashë dhe kanë nga 2-3 vjet që kërdisen në Porçeli, dhe kjo që është me 10 milionë euro. Dhe organizatë kriminale zyrtarisht deri tani do të zgjidhë përse është pyetja. Edhe për të 3 lindat që kanë marrë peng dhe Raman, pra linda e shtëpisë Rama, linda e qeverisë Balluku dhe linda e teknologjisë kjo Karçanaj, të treja e çojnë prokurorin në banesën e Edi Ramës. Sepse edhe Balluku ka një numër të madh materiale shtrënguese për kryeministin, shefin e saj, në punët e përbashkëta, edhe e teknologjisë. Janë shumë tendera dhe shumë punë. Kujtojmë këtu gjëra që janë publike, që mos më lakosen fort atë se nuk po hamendësojmë. 800 pagesa për firmën e Baxhanakut të Edi Ramës janë bërë brenda një viti nga thesari në adresën e kësaj kompanie. 800 pagesa do të thotë më tepër se 2 herë në ditë thesari të bie këtyra për të cilë lekët. Ktu edhe ujit vije herë 24 orë. Kurse thesari këtyre shkonga 3 herë në ditë. Kto se sa shi parash ka te kjo histori 800 brenda një viti. Kjo e teknologjisë, e shtëpisë dhe e qeverisë, të treja këto janë, le të themi, brenda strukturës organizatës të 2 organizatave kriminale nga ana e posaçme, dhe tashmë shohim Ramën të nervozuar që po prodhon ngjarje edhe diplomatike me gjermanët pikërisht për këtë investimi të madh që gjermanët kanë te dosja e Hakshit kryesisht. Te dosja e Hakshit Linda Rama, prandaj janë hedhur ata. Linda Rama mund të ishte sot, nëse ne do të kishim drejtësi të pavarur, SPAK të pavarur, gjykatë posaçme të pavarur, Linda Rama do ishte mburë me arresti. Me urdhër, arrest. Arrest me burg.
Pra bashkëshortja e kryeministit do ishte me këtë. Në ato dosje, për të qenë korrekt, ligjërisht, në ato dosje nuk del në dosjen e Akshit. Deri tani zonja kryeministrit nuk deri tani në këtë moment për të qenë korrekt me audiencën. Për të qenë korrekt me audiencën, në dokumentacionin e publikuar nga SPAK deri tani. Mirë, nuk e dim se brapa, okay. Deri tani. Pyetja është publikuar gjithë dosja? Unë nuk e di, nuk di ta them. Unë them çfarë është deri tani. Se vetë prokuroria thotë që s'ke publikuar të gjithën. Vetë prokuroria thotë që s'ke mbaruar akoma hetimet. Ndaj unë them që Linda Rama ka të përgjigjë që përmendin emrin e Linda Ramës, jo të pakta. Dhe këtë do të na shpjegoj struktura posaçme, se kur përmendet bashkëshortja e kryeministrit e robët e shtëpisë që janë me Olsin me 10 herë në përdosje, tani kur prokuroria posaçme i shmanget çdo dosje që shkon tek banesa dhe zyra e kryeministrit, kjo është gjëra e rëndë në raport me drejtsinë. Dhe kur ty të thonë të gjithë ndërkombëtarët, Brukseli dhe Washingtoni dhe Berlini, është një trekëndshkë, se Berlini ka një peshë nga herë dhe mënjan Brukselit angazhohet edhe më fort. Kur ta të thonë me shkrim në mënyrë të përsëritur, e kishe kartonin e kuq dje, 9 shtete, me krye Gjermaninë. Tani ky raporti ti nuk mund t'ja mbash mandatin Belinda Ballukun të thotë Washingtoni dhe Brukseli. Dhe gjermanët që kanë shkuar disa herë nga Ministri i Jashtëm, ambasadori gjerman kanë shkuar në SPAK. Fleming dhe zyrtarë tjerë të Departamentit të Shtetit kanë shkuar në SPAK për këtë gjë. Po si është e mundur, nuk pyet asnjë ky. Arsyen e ka të fortë, do t'i japim drejt zotit Rama për këtë mbrojtje. Siç tha dhe për avokatin e Ballukut. Sepse do të shkosh tek Rama. Veprimi i parë, sapo të ndodhin kjo, duhet marrësh në hetim kryeministrin e vendit, sepse organizata kriminale këtu është në bashkëpunim. Me kë ka bashkëpunuar Belinda Balluku, siç thon mesazhet, këtë tender merret se ka thënë Rama, këto rrugë merret se ka thënë Rama, këto se ka thënë Rama. Ora ky Rama gjendet dihet se ku është ky, e njohin ta prokurorët të Ramën. Me që njohin ta thrasin, ta pyesin. Pse ka thonë, ku taku me këtë biznesmen, ku taku me këtë të sanksionuar për dashit. I kemi edhe këto takime, janë publike. Nga ana e kryeministrit. Tani këta prokuror për t'i mbyllë ato çështje dhe e zëm se duan t'i bëjnë mirë Ramës, duan ta mbyllin çështjen. A do ta thrasin zoti prokuror për ta pyetur? Edhe nëse duan ta mbyllin një çështje. Proceduralisht, ky veprim hetimor duhet kryhet dhe ky lloj kurrizi i kthyer ndaj vërtetësisë dhe seriozitetit të hetimit le për dëshuar dhe prandaj në Bruksel dhe Washington raportet dhe vinë kështu. Zotëri, ti s'ke pavarësi, tu s'ke pavarësi gjyqësore, s'ke pavarësi drejtësie. Se nëse do të kishe, këtu kemi vendim qeverie. Jo pavarësi gjyqësore. Merr vendimin e Rama, nuk të jap mandatin. Merr vendimin e Rama, nuk do mëhetosh. Merr vendimin e Rama, do dalësh nga burgu, siç doli zonja. Tani, ku e kemi ne selin e SPAK-ut? Në kryeministri, në zyrat e Akshit, apo atje ku është ndërtuar pranë stacionit trenit. Duhet të qartësojnë zotrin dhe zonja që kanë ndosjen në përduar se kush ka tagrin të vendos për të hetuar dhe për të marrë vendimin. E qartë. Faleminderit Çollaku. Çështja e Balluku, siç e përmendëm, është një nga ato çështje që le të themi mbetet si shqetësim në këtë analizë të Qendrës për Studime të Lindore, pra të Evropës. Një përvojë shumë gjatë. 35 vjeçare në këtë çështje. Sigurisht, siç e tham, sundimi i ligjit dhe korrupsioni janë dy probleme të cilat duket sikur po e vërtetësojnë këtë rrugtimin ton kaq të dashur për 36 vite drejt BE-s. Tani, çështja e Ballukut, sipas shkrimit, është një pjesë e saj, por mendoj që sundimi i ligjit në Shqipëri këtë don shumë. Siç e diskutuam dhe kemi diskutuar dhe ngrit problematikën, në Shqipëri është shkatruar sistemi gjyqësor. Pra, sot qytetarët shqiptar nuk kanë më drejtësi. Drejtësia po enden me vite, dhe ne jemi dëshmitar të gjallë të çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Dhe konkretisht bëjmë një analizë shumë shkurtë, shumë shkurtë. Për ngjarje që ka ndodhur brenda periudhës 6 mujore. 6-7 mujore. Kemi vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjyqtari Astrid Kalaja u vras sepse kishte një çështje që ishte zvarritur për shkak të reformës në drejtësi, kishte kaluar vite të tëra. 2. Marrim rastin e ngjarjes Lezhës, çështjes Mujecit. Po. Ajo çështje ka 10 vjet çështje në gjykim akoma, pra duhet i shënda, ne, s'ka faj. Pra, po janë vrasë, këto nuk janë këta. Po pra këta po të është çështja, është në shqyrtim, është thyer nga gjykata e lartë. Thyer, po e riktheu për gjykim. Kemi rastin numër 3, kemi 2 ngjarje në Korçë. Kemi rastin e Martin Çesës që ishte shumë para burgimit që doli motra vetë deklarat media, po të keni parasysh. Doli tha pse ja liru vrasit se u shujt para burgimit. Pa i paragjykuar mund të jenë pafajshëm.
por të shuhet masa sigurimit për një vrasje shumë e rëndë. Kanë dalë 4 persona të akuzuar për vrasje të shuhet masa sigurimit për shkak të mos funksionizmit të reformës në drejtësi. Kemi një rast tjetër pom prokurin e Korçës, vrasjen e shtetasit Antonio Karafili në 2018 që u zgjat mas 7 vjetësh u zbulua që ishte vrasje, por ishte zvarrit dosje e zvarrit. Pra kemi konflikte të hapura sociale për shkak të reformës drejtësi, por mosmarrjes drejtësi qytetarëve shqiptar. Kemi çështjen e Megonigalit. Megonigali po mbaron dënimin në Amerikë. Po mbaron ai ikën, i boni 2 vjet, mund të liroj para kohë me kusht, me procedurë bal dënimin nga burgu, e ka marrë punë. Ne rrim hetojmë, çemi tu po. 6 vjet. Rrim 6 vjet, prit po hetojmë. Po çfarë po heto? Po ato 04 në atë pallati që po shko poshtë, po çfarë vjen keq. Pra, do të edhe Çarli në Ibanez aty më pastaj. Ose Çari, ose po shohin me madrapik, se çfarë themi ne tani? Pra ne shohim shkatrim të sistemit gjyqësor. Pra kemi rastet e anë, janë raste të ndodhura që janë të dokumentuara që po dalin sot. Dhe këto me drejt, sistemi gjyqësor nuk është efektiv. Pra rasti zonjës Balluku përmendet më, por unë them nuk është kjo. Kryesorja ka shkatrimin i sistemit. Rasti çështjes Balluku përmendet edhe si një shqetësim në raport me korrupsionin në Shqipëri, duke qenë se përmenden 3.8 miliard, po themi për menaxhim buxhetit i Ministrisë së Infrastrukturës. 1.1 ndosi deri tani dhe 12 në total. Përmendet edhe si një presion nga ana e qeverisë në raport me Spaku. Po pra, tani presioni i qeverisë, por edhe i opozitës sot raporti, sepse të dyja kritikojnë Spaku. Duke vënë një pozitë. Tani, neve diskutojmë sot për çështjet. Pra, a jemi e para e sistemi drejtësisë do t'i shërbej qytetarëve shqiptar, më pas t'i shërbej ndërkombëtarëve. Neve shohim se informacioni i shkrimit është i gjerë, pra mos kapim thjesht me rastin konkret. Ajo kemi mos funksionim shtetit drejtës. Pra shteti drejtës ka të ceduar. Me shtet drejtës, se po referojmë te Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit, është neni 5, por është neni 6. Që thotë çdo qytetar ka drejt për një proces të rregullt ligjor nga një gjykate pavarur e paanshme e krijuar me ligj brenda një afati të arsyeshëm. Pra në Shqipëri po cënohen jo vetëm institucionet e drejtësisë sipas këtij, po cënohet edhe procesi i rregullt ligjor. Qytetarët shqiptar nuk po gjejnë drejtën e tyre. Pra duke filluar që nga çështjet e rëndomta ndarje. Një ndarje shkon me vite. Ndahet burri nga gruaja, gruaja ka gjetë burrin numër 2, nuk martohet dot. Nuk martohet dot. Pse? S'funksionon gjykata. Dhe jeton tek objekti. Ajo mund të gjetë tretin, ajo është prap me të parin me letra. Ose ai mund të ketë pa e pa të parin zbon, merr dytin, gjithsa gjej fati kuptimin që të zej rehat. Pra ti shteti nuk i lën njerëzit të marrin drejtësi. Dhe ky është alarm. Dhe me drejt thot ai, mos funksionimi i shtetit drejtës, se shteti drejtës nuk është vetëm Spaku. Sot qytetarëve po i nxihet jeta. Të bëhet një analizë, pyeten qytetarët shqiptarë, si është drejtësia? Po të bëhet një pyetje. Po s'bëhet pyetje se s'bëhet se shpagët. Atëherë shiko, ka një gjë. Ne presim të paktën premtimi i shtetit i qeverisë është që Shqipëria 2030 dhe hyn në Bashkimin Evropian. Vitin e kaluar për 2025-ën, indeksi i perceptimit korrupsionit e çoi Shqipërinë në raportin që publikon Transparency International e çoi Shqipërinë në vendin e 91 nga 182 shtete. Pra, në gjysmë, kaq shtete ka bota, në gjysmë jemi ne për çështjen e korrupsionit. Mirë, po çfarë ndodh tani? Drejtësia mbetet problem. Ne reformën e nisëm në vitin 2016, kam përshtypjen çështjet e fondit vettingut u mbyllën vitin e kaluar në 2025, po themu 9 vite. Po nëse rikthejmë dhe një herë reformimit të drejtësisë ne, do na duan edhe 9 apo 10 vite të tjera, kur në Evropë. Kjo nuk është drejtësi. Dgjoj, Andi. Kur hym në Evropë? Ka një 2-3 marrim faktet e sotme dhe djeshme. E fillojmë nga fundi. Washington Examiner kishte një shkrim të hollësishëm dhe detajuar për Shqipërinë në largoshtet, pra një mendje me peshë në Amerikë. Një ish gjyqtar belg me shumë emër në botën e drejtësisë belge, për pastrimin e parave. Kishte një intervistë për pastrimin e parave në Bregdet nga mafia shqiptare. Nëpërmjet hoteleve. Po, e lexova atë. Po. Atë të pyesim vetveten dhe qytetarët. Natën i kanë ndërtuar hotelet të trafikantët, fshetas, dhe në mëngjes ka kthyer hoteli i kollarisur në Bregdet? E ka marrë diku lejen ai?
ka dorëzuar një dosje në institucionin që i jep leje këtu për i pengjere për i pengjere të Kërdisit. A është fundosa i pallatit si punët e tjera? Se janë pallatet forte ato. Këta hotelet që po ndërtohen që gjyqtari i ka parë në përdosje këto të dhëna. Nuk i ka lexuar në shtyp, se ka pasur të panderë për cilët ka marrë vendime dënimi dhe sekuestrime pasurie. Dhe i thotë kam hotelin në Sarand, në Velipoj, në Shëngjin, nëse përmendim emra saktësisht. Grateri sërish, pra janë intervistat e 2 ditëve të fundit për i përmbledhin këtë. Thekson që fuqizimi i mafeve shqiptare që në shumë raste në porte kryesisht europiane shkon kokë më kokë disa herë, po vendin e dytë duke lëshuar me ndragetën, ka të bëjë thotë sepse këto arrin të investojnë paratë e krimit pothuajse plotësisht. Pra këta nuk kanë firur në pastrim, prandaj fuqisohet shpejt. Për arsye se thotë Nikola Graderi, prokurori antimafjës i Napolit, aktualisht, thotë që ata kanë njerëzit e tyre në administrat dhe në pushtet dhe në politik dhe e kanë krejt kollaj të nxitojnë dhe të shpejtojnë që këto barata investojnë, të reinvestojnë dhe të rifusin në qarkullim. Janë bankat në historinë e trafikut kokainës në Shqipëri. Edhe dy nga dosjet e fundit, le të themi me antimafia italiane, e thonë në shqiptare se cilët janë bankat që hedhin para në trafikun e drogës. Bankat në Shqipëri. Pra, me shkoj trafikant më marrë kredi për me blej ngarkes kokaine. Qa do kredin, do marrë 200 kg kokainë, e ke fitim e garantuar, shpejt. Nxerr lekët të dhej, tregun e kam, shitën e kam, pallatin e bëj, kam folë me ministrin, kam folë me kryeministrin, do bëjmë pallatin dhe banka. Strasburgu të ka thënë troshku ta marrësh kredi. Ky është një plan biznesi shumë interesant. Kishte po një çështje që goditur nga antimafia italiane ditë ndeshëm në Milano, ku familjet mafioze me peshë në tregun e paligjshmërisë në Itali, gjatë përgjimeve të zbardhura të dekriptuar theme nga antimafia, thekson që na rënuan grupet shqiptare, më na masakruan. E lexova dha. Na shkrehen, na rënuan. Dhe ç'bëjmë, pse të rënojnë këta? Kurse një grup tjetër Çollaku kërkonte ndihmë për furnizim, për furnizim në zonën Emilia Romagna, kërkonin shqiptarët për t'i furnizuar. Sepse kishin edhe çmime më të mirë nga Shqipëria atje, Po nga Shqipëria tani, këtu janë kalon. Ku kalon? Po sa drejtor policie se kemi folur bashkërisht në këtë studio tuaj. Sa drejtor kemi numëruar këtu pas korrizit, ne kemi nxjerrë me numre që nga koha e Babaqemos edhe tani. Janë disa. Por ka pasur për tyre zotrinj që janë përpjekur të bëjnë detyrën. Sa drogë është sekuestruar nga Proda dhe Kitaj? Kokainë në port? Vazhdon portit menaxhohet nga grupet kriminale? Po. Kush ka dhënë me qira? Kryeministri, qeveria, askush tjetër. Sepse nëse do kishte ndodhur ndryshe, nëse tani prokurori di më mirë që përqindja e drogës ndaluar me ato të kaluar, diku te 10% që është, le të themi, po kjo do të thotë që sipas të dhënave deri tanishme në portën e Durrësit nuk kalon as 1 kilogram kokainë. Pse nuk është sekuestruar as 1 kilogram? Pra na bie kjo teoria e 10%-shit, se 10% 0/0. Pra këtu s'pas ka kaluar, nuk është kapur as kile, sepse nuk pas ka kaluar as 1 kilogram. Pra, ndërkohë që në portet nga mbrin, ngarkesat që kapen nga eksporti shqiptar i drogës janë shifra marramëse, çka tregon që këtu ujdia dhe dhënia në dorëzim e porteve grupeve të trafikut kokainës për të bërë para, kjo është këtu pastaj ne kërkojmë raporte BE-s, por ne kemi raportin në Durrës. Ne kemi raportin në Ninas, ne kemi raportin në Shëngjin, ne kemi raportin në Parcela. Këtu është raporti për drejtësinë. Pse e kërkojmë në Bruksel edhe në Washington? Ne kemi raportin në Barara dhe kanë tjerë thonë ndikuar ta qoflargësit. E qartë, një çështje të fundit që dua të trajtoj Çollaku dhe Karanja, se keqardhja më vjen kur ne diskutojmë që mund të na vështirësohet rruga drejt Bashkimit Evropian. Sot kanë dalë zyrtarë të Partisë Socialiste. Ndaluara s'ka vështirësuar. Kanë folur për shtetet anëtare. Rabil bilje nën shtete vetëm kartonë pra. E pranuan zyrtarisht, po them zyrtarë të Partisë Socialiste të histori dhe sigurisht ne ndjejmë keqardhje, jemi të detyruar nga ana morale, profesionale, integriteti që t'i trajtojmë këtë çështje dhe t'japim ato mesazhe të cilat ne mund të depërtojmë deri aty që të krijojmë një lloj, le të themi, reflektimi tek institucionet shtetërore që të përmirësojnë veten e tyre, të luftohet krimi, korrupsioni dhe të drejtohemi atje ku neve na takon të jemi. Mirpo teksa flasim për këtë çështje, duket se institucionet kanë dhe përplasjet e tyre, kanë probleme të integritetit, çështjeve morale, të dëgjojmë një debat se çfarë është folur në Këshillin e Lartë të Prokurorisë
dhe ta kuptojmë se ku jemi sot. Ju po sabotoni mbledhjen e Këshillit, duke futur gjëra dhe duke penguar veprindarinë e këtij Këshilli. Kryetare do të marrni përgjegjësi për këtë. Do mbani përgjegjësi, po të them. Po shflitar më se ti si për litar, ashtu të ngrejnë qell, turp të vije, i le gjithë njerëzit tu për t'i majt peng për gjëra ordinere. Jo. A ka gjë më ordinere të rishikosh një vendim të marrë? S'ka gjë më ordinere se kjo. Kjo është problem konceptual. Po s'ke diskutim, po nuk diskutohet një vendim. Po nuk diskutohet një vendim i marmoj, po nuk diskutohet. Po kush je ti që i vend diskutimoj? Po nuk rezohet, po nuk rezohet. Po je çmendur, po je çmendur. Ti nuk po të shbësh do të një vendim, moj këta. Po nuk e shbën do të një vendim. Nuk e shbën do të një vendim. Kjo ishte përplasja mes kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani, me një nga anëtarët, Sokol Stojani. Dhe diskutimi kam përshtypjen, me çfarë unë arrita të mësoj, bëhet fjalë për vendet bosh tek prokuroria e apelit. Kam përshtypjen një çështje që do duhet të shkonte në kuvent tani. Ma sqaro pak më shumë këtë teknikalitetin dhe këtë lloj diskutimi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe kjo gjuhë e përdorur, Karanja. Tani diskutimi që ishte që është bërë dhe publik, që të jemi të qartë për publikun, një çështje për cilën ishte marrë një vendim ishte kthyer përsëri që të merret një vendim tjetër. Pra, organet e administratës shtetërore, duke përfshirë dhe KLP, kur merret një vendim, domethënë nuk mund diskutohet mos si vendim. Janë rastet e parashikuara në ligj ku një vendim mund të revokohet nga vetë organi që e ka nxjerrë, ose kur bëhet ankim, revokohet nga organi më i lartë. Tani, në rastin konkret, ky ka qenë debati dhe mendoj që është një debat konstruktiv dhe duhet të ketë dhe debate në raste të tjera. Pse duhet të ketë? Sepse kemi dëgjuar që s'ka mod debate nëpër KLP. Kemi dëgjuar dhe emrimet ngrihen atë as i debat, as i lloj gjë, duhet të ketë debat. Pse jo? Domethënë për çështje të caktuara. Ti je çmendur në këtë lloj forme ta çon. Ka gjeneru, por në parim është diskutuar. A mund çmenduri teknik? A mund të diskutohet tash një vendim që është marrë? Pra kjo është ideja që duhet të diskutohet edhe në organet e tjera, sepse na ka rezultuar sidomos me organet e drejtuese të drejtësisë, vinë ambasadorët, i bin tavolinës më shpu, do bënin kështu, do bënin kështu. Më mirë të kenë të paktën të bëjnë debat shqiptarët, mos bëjnë debat ndërkombëtarët, sepse është bërë debat nga ndërkombëtarët. Dhe Basiri e di që kanë ardhur aty dhe gjithë rresht 11-0. Po s'pati debat, për mu debati është pozitiv, pavarësisht se mund të ketë gjeneru pak në terma të folur të papërshtatshme, është ditë është marrë një vendim, çfarë të diskutojmë, e kena marrë atë punë, është ndaje kjo punë. Pra forma e rishikimit të aktit ose të aktit mund të rishikohet, por procedura ndjen intime është e tillë. Mblidhet komisioni përkatës, bëhet relacioni, është bërë ky gabimi, duhet korrigjohet e tjerë. Pra ka një procedurë sepse të aktet janë, por duhet të respektuar ligji. Dhe debatet kur shprehet një organ me vendim, parimi i përgjithshëm është që janë raste të rralla që mund të revokohet. Kemi parë dhe me legalizimet, po të keni parasysh vjet që ishin bërë legalizimet palishme, pra ata vetë kishin legalizuar, tashin vetë revokonin, domethënë atë legalizimin duke interpretuar, është e vërtet, po. Duke interpretuar dispozitat e kodit procedurave administrative. Por rregulli i përgjithshëm është ky, që kur merret një vendim, ai nuk mund diskutohet më. Humor mirë keq tash janë organet e tjera dhe filtrat e tjera. Lidhet edhe me vendin me vendet vakante, ku bëhet fjalë që është marrë një vendim dhe nuk mund diskutohet. Pra ky është unë them do duhet debate duhet ketë në organet e drejtësisë, sepse na ka ndodhur është e vërtet nuk diskutohet as e gjë, kalojnë aty, hiqen, jo e thonë ndërkombëtarët mund të jetë një pensionist, një kasketë vjetër aty, ja dhe mirë, ja erdhi ky ai atë s'di se ku është vetë, ai kujton në Shqipëri me një vend tjetër. Pra ne interesat e vendit ton të parët i mbrojnë kombëtarët, pra vetë.
Pra do ketë debat, pavarësisht që të them, është diçka pozitive. Thua që debati është kredo po ndoshta termat e përdorur janë të gabuar. Është një gjenerim që unë nuk e quaj problem, por debatet ketë është pozitive. Neve kemi gjithë të vite çojnë kom votime, duke filluar nga reforma në drejtësi, Ilir Meta që me një gëzim të madh firmosi burgun e vet, edhe tjerët që shiko po na presin. Ndërkohë duhet parë interesi. Kujtohet ajo që me Toni Muat Pari ka deklaratë publike shumë fort Meta në atë kohë, Po ndoshta me Toni Muat Parin thaj. Po pra këtu është ajo që e Toni Muat Parin boi ligjet 7 ligjet, sepse 7 ligjet e bëra, 6 ligjet e bëra të reformës në drejtësi kanë sjellë shumë pasoja të rënda. Edhe shkaqjet e shkarkimit dhe prokurorëve gjyqtarëve janë tjera në kushtetut, tjerat janë te ligji i vetimut dhe ligjet e tjera. Janë bërë ligje private. Për shembull, futja e antarëve të KPA-s në sistemin e drejtësisë si gjyqtar apeli bien kundërshtim me kushtetutën dhe është bërë nga Ilir Meta kjo. Ti ish aty, shef ligjet ti që bën. Atëherë kush të ndikoj? Prandaj debatet konstruktive, pra neve të vendin ti shpistate pavarësisht është një huaj, po e prezumojmë, pavarësisht që un kam dyshimet e mia të ndërkombëtarëve që janë se ke nga ata që ja duan të mirën vendit tonë, ke nga ata që nuk ja duan, pavarësisht se jemi vende aleate, ne duhet kujt shërbimi janë, duhet të jenë sakt që ta dimë se kush janë. Por të mirën vendit tonë ne ja dimë të parët vet dhe masane janë të huaj të dytën. Ande nga Durrësi duket po shoh shumë italianë në Karandxha. Janë shtuar andej. Atë po shohim pallatin që është fundos duket. Janë kështu me ashtu me dylbi në dorë, se edhe me dylbi i kam pa. Ruajn apo mos kam ble vetë në katat se rrogat shtrenjta kanë. Pas kemi informacione të sakta. Si e path debat Çollaku tani? Duhet të bëjë reforme. Nëse Karandxha njeh shumë më mirë profesionalisht dhe ka të drejtë. Ajo që ka bërë një këndvështrim ndryshe nga gjuha e debatit, le të themi profesional. Acarimi ishte aq brutale ajo kërkesë e hedhur në diskutim nga drejtuesja e KLP-s, ngjante sikur ishte një siklet ndaj dikujt, ndaj disave për një vendimmarrje ndoshta jo në dorën e saj, por ndonjë premtim i pambajtur elektoral. Dhe që bën pak le të themi edhe për të qeshur disi që po ata janë gjithë të dërguar nga njëjta partia në KLP, mos e di pse zihen. Se të gjithë porosin nga lartë da marrën të zbatojnë. Nuk ndrojnë gjatë rrugës, për shembull, të kenë ndruar kursise. Nuk besoj se atë shishja aty ndron. Këtu kemi zhvillimet e tjera. Pse se ndron theme? Po marrën 2 këshilltarë që ka pas Bungo dhe Qirko që kanë qenë për nga 3 vite drejtues të KPK-s. Njëri shkoi drejtor të Akshit, tjetri shkoi drejtor të prokurimit QSUT. Pra duket që janë element të pushtetit. Përsa Bungo komisionerët e diskriminimit. Komiqi deputeti PS-s. Pra ne shohim që Sanxhaktarin kryeministri. Rezultonte organograma kryeministrisë. Atëherë, çfarë shohim? Që gjithë trupa e rivlerësimit pas ka qenë trup qeveritare. Por sa kohë më një herë merret dhe strahohet, apo ata 6 që presin shkojnë në apel prapë me hyjjen e qeverisë. Pra e gjithë trupa është me një ligj hajdut që është bërë nga Meta mes natës. Tani, edhe OMN-ja është aq e mjaltosur me Shqipërinë dhe me këtë bereqet që ka marrë këtu emocional e të tjera të gjyslarësive trupore, sa po ka kërkuar të qëndrojë sërish në Shqipëri, kërkon 10 milionë euro tashmë nga Brukseli, edhe po lëbon edhe pranë gjykatës kushtetuese që rastet e kthyer nga Strasburgu, të jetë sërish ajo mbikëqyrëse nëse ndonjëri prej atyre që rikthehet, siç është rasti i fundit, kërkon edhe një herë të rishqyrtohet çështja nga rivlerësimi, këta të jenë sërish, le të themi, këshillonjësit e jashtëm që mbikëqyrin procesin. Po ka ndaluar kushtetuta, e kanë mbaruar të mohabete. E merr KLP-ja, KLG-ja dhe SPAK-u rolin e komisionerit dhe këtu janë përcaktuar se kush janë aktorët që ndjekin përfundimin e procesit në këtë rast episodike të kthimin nga SPAK. Pse duhet të rinë prapë atë? Apo duket mirë nga 30.000 euro në muaj edhe qefjet e tjera pushtetit. Ndaj themi që këtu nuk kemi një drejtësi, ajo që unë kam bindjen SPAK-u, nëse ky korpus i rënuar dhe i shkatruar që nuk prodhon drejtësi, 200.000 dosje pegull, 20 vjet për të marrë një çështje, kjo nuk quhet më drejtësi. Kjo duhet ribërë me emergjencë. Faleminderit Basir Çollaku për gjithçka që ndave sonte në Sken Krimi. Faleminderit shumë Ervin Karandxha për anën teknike ligjore që shpjeguat sonte në këtë emision. Mirë të dashur shikues, trajtuam shumë çështje, folëm, u përpoqëm të tregonim atë realitet që ndoshta edhe nuk thuhet. Gjithandej ne marrim përsipër ta themi dhe sigurisht mbetet në dorën e gjithsecilit të reflektojë
situatat. Bashkë natën e mirë, shihemi të shtunën në orën 20.